Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion si çdo të njëjtën në orën 21 në një ballafaqim të drejtë për drejtë, temën e cilit e keni ndjekur nga të gjithë nga publiciteti i ditëve të fundit si dhe tematikën e emisionit. Bëhet fjalë për Shqipërinë dhe zgjedhjet, ose tema titullohet Shqipëria dhe zgjedhjet, ka të bëjë me një prej evenimenteve më të rëndësishme politike me të cilin shqiptarët do të përballen në 28 qershor të këtij viti. Një nga dy evenimentet padyshim më të rëndësishme për politikën, por edhe shoqërinë shqiptare në përgjithësi mbas anëtarësimit të Shqipërisë në NATO që pritet ndodh në prill. Zgjedhjet janë eventi i dytë, sikurse thash, më i rëndësishëm jo për rezultatin e tyre, por për faktin se si do të shkojnë ato, sa do të certifikojnë një shoqëri vërtet të emancipuar, të lirë dhe demokratike, dhe sa dënkim do të kenë në hapat e tjerë integrues të Shqipërisë. Kjo temë, pra që titullohet Shqipëria dhe zgjedhjet, mund të pasurohet në ngjarjet e 3 ditëve të fundit, kur një seri sondazhesh kanë filluar të publikohen që nga e hëna deri të martën në mbrëmje nga institucione të ndryshme dhe që kanë sjellë një kaos në ballafaqimin e rezultateve. Gjithsesi, emisioni sotëm do të fokusohet se sa është e përgatitur Shqipëria për të pasur zgjedhje të lira, sa mund të realizojmë në zgjedhje të lira, cilat janë kushtet që duhet të plotësojmë për të pasur zgjedhje të tilla, ç'do të sjellë ky kaos sondazhesh dhe si mund ndikojnë rezultatin e zgjedhjeve. Për të diskutuar mbi këtë temë, siç e keni ndjekur edhe nga publiciteti, sikurse thash, i 40 orëve të fundit, jam përballë njëri tjetrit, zoti Genc Pollo, zëvendës kryeministër. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zoti Pollo. Si dhe zoti Ilir Usmali, deputet i Partisë Demokratike. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, Ilir Usmali. Përballë zotit Kastriot Islami dhe Blendi Klosi. Mirëmbrëma, zoti Islami. Mirëmbrëma, zoti Klosi. Deputet të Partisë Socialiste. Pra do të jetë ky paneli i sotëm, sikurse thash, do të fokusohemi tek zgjedhjet, por edhe situata politike në përgjithësi. Përpara se të filloj pyetjen për zgjedhjet, po ju sjell një material filmik nga ajo që unë e quajta kaosi i krijuar në 48 ose në 3 ditët e fundit dhe që lidhet me rezultatet e një serie sondazhesh, një fenomen i ri në politikën parazgjedhore shqiptare, për arsye se në gjitha rastet e tjera sondazhet kanë qenë më shumë të diskutuara në ato që konsiderohen forume informale se sa publikisht. Le të ndjekim këtë material të shkurtër filmik dhe rikthehemi për të filluar debatin. Kur ndajnë gati 5 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, e veçanta është një fushat e mirëfillt sondazhesh, një fushat e panjohur në zgjedhjet e mëparshme. Kush është më i besueshëm? Kush është më i saktë? Kush ka pasur në të shkuarën rezultatet më të ngjashme me rezultatin e vërtet në terren? Dhe mbi të gjitha, sa të paanshëm janë sondazhet dhe kush i ka implementuar ato në terren? Në bazë të dhënave që vetë organizatorët apo të akredituarit me këto sondazhe paraqesin, shifrat e tyre janë të ndryshme dhe larg njëra tjetrës. Sondazhi i parë u publikua të hënën dhe i takonte Fondacionit Gani Bobi, një qendër kjo e njohur kosovare. Sondazhi i kryer në muajin dhjetor të vitit 2008 kishte një master prej 747 personash, të cilët në rreth 49% të tyre votuan Partinë Demokratike si forcë të parë. Me njëherë më pas, Partia Socialiste me rreth 37% të votave. Lëvizja Socialiste për Integrim qëndronte e treta me afro 6% dhe pas saj G99 me më pak se 3%. Sondazhi i Fondacionit Gani Bobi u përcoll në Shqipëri nga Shkëlqen Maliqi. Ai identifikonte kreun e Partisë Socialiste Edi Rama si kryeministrin më të mirë të mundshëm pas zgjedhor me indiferencë thuajse të pandjeshme ndaj kryeministrit aktual Sali Berisha. Po atë pasdite, në garën e sondazheve hyri edhe LSI-ja, një forcë politike e cila në bazë të rezultateve të sipërpërmendura rezulton si e tretë. Nënkryetari i LSI-s Dritan Prifti deklaroi në parlament se sipas sondazhit pranë saj del qartë se e gjithë Partia Demokratike merr 56 deputet. Unë do t'i lexoj se kush është sondazhi i vërtetë. Një sondazh që nga një institucion i rëndësishëm ndërkombëtar i ka shkuar edhe Berishës, i ka shkuar edhe Ramës, 56 deputet merr e gjithë PD-ja me sondazhet e janarit. E gjithë e gjatë. 56 deputet. Dhe 82 deputet janë gjithë deputetët që merr e majta me sondazhet e janarit, nga cila 47 PS-ja dhe 34 LSI-ja. Një ditë më pas, Zogby International bëri publike rezultatet e tij në bashkëpunim me Top Channel. Në një kampion për 1000 vetash, Top Channel deklaroi se shqiptarët do të votonin 37% për Partinë Socialiste, 30% për Partinë Demokratike dhe LSI-ja 7%. Vlen të theksohet margji i gabimit të sondazheve, të cilat në mesataren e tyre variojnë nga 2 deri në 4, siç është rasti Fondacionit Gani Bobi, apo plus minus 3.2% për Zogby International. E gjithë kjo situatë duket se po krijon një dimension të ri, të panjohur ndonjëherë në zgjedhjet shqiptare, atë të sondazhomanisë. Një dimension i cili mund të krijojë jo pa kaos dhe konfuzion në zgjedhjet e brishta shqiptare. Ishte ky material prej fokusuar tek zhvillimi i cili i dha një
ka jetë tjetër situatës parazgjedhore shqiptare që nga ky moment në numrin e telefonit që keni të afishuar në ekran mund dërgoni pyetjet tuaja për të ftuarit, si dhe do doja të zhvilloja një sondazh. Nëse, një sondazh për hir të sondazheve, që do të thotë, sondazhet parazgjedhore ndikojnë apo jo në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Pra i orientojnë votuesit apo jo. Pra ndikojnë apo jo sondazhet paraprake në rezultatin e zgjedhjeve. Që nga ky moment do të kaloj dhe me titra, pra regjia mund ta mundsoj dhe me titra opinionin tuaj. Vetëm po, jo, ju lutem për arsye se kompjuteri klasifikon vetëm fjalët po dhe jo. Mos dërgoni komente. Nëse keni pyetje, pastaj adresojeni se për cilin prej të ftuarve janë i drejtojnë pyetjet. Zoti Pollo, ç'duhet bëj Shqipëria për të pasur zgjedhje normale, të lira, të ndershme, të rregullta? Po them të certifikuara, se zakonisht gjithë zgjedhjet certifikohen në fund. Duhet bëj këto që po bën. Ne kemi një përvojë të mirë me zgjedhjet e kaluara. Problemet me zgjedhjet. Përvojë të mirë në ç'kuptim? Përvojë jo të mirë me zgjedhjet e kaluara, kemi patur kontestime brenda vendit, kemi patur kritika ndërkombëtare, kemi patur dhe rekomandime ndërkombëtare, kryesisht nga Odiri. Dhe ajo që ka ndodhur është që i kemi marrë pothuajse të gjitha parasysh, gjithçka që ka qenë e mundur për të siguruar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe unë do dalloja 3 komponente. Po, mund të më thoni se thatë. Po. Listat e zgjedhjeve, të cilat kanë qenë objekt kontestimi jashtëzakonshëm më parë, dokumenti identifikimit të zgjedhësit kur paraqitet në kutinë në stacionin e votimit, në qendrën e votimit, dhe e treta administrimi i zgjedhjeve, që nga fushata, rregulli gjatë ditës zgjedhjeve, procedurat normale gjatë numërimit të tyre dhe shpallja e zgjedhjeve. Këto janë 3 elementë. Për të tretën, në mënyrë konsensuale, kemi rënë dakord të adoptojmë një kod zgjedhor i cili është më i përshtatshëm për rrethanat e Shqipërisë. Për administrimin e zgjedhjeve. Edhe për administrimin e zgjedhjeve, duke u nisur nga konflikti i madh në një zonë ku 2 kandidat, nga një herë me muskuj, me para, me lidhje jo të rekomandueshme, përplaseshin njëri me tjetrin, atëherë gjykuam së bashku që proporcionali rajonal, për cilin kemi folur që në vitin 2000 e këtej, do ishte zgjidhja që i reduktonte pak partitë e vogla. Që i reduktonte partitë e vogla nëse nuk do kishte listë nacionale, kështu siç është detyron koalicione, kjo është më së e qartë, por kryesorja përveç fatit të një partie apo një tjetër, kryesorja është që nuk do kemi një përplasje interesash aq të madhe sa do detyrojë që mbështetës, farefis, komisioner, numëror të përplasen njëri me tjetrin duke përçuar luftën e kandidatëve. Do kemi një sistem ku më shumë do votohet për partitë dhe domethënë është gjë shumë e mirë që arrit ky konsensus, ka qenë një ide e diskutuar para shumë vjetësh, që më në fund u kthye në ligj me një mazhorancë mbikushtetuse. Kjo është e treta dhe këtu besoj që është bërë gjë e mirë për të vendit. Por janë 2 elementet e para të cilat janë të rëndësishme dhe që kanë shkaktuar probleme të jashtëzakonshme. Dhe po i kthejmë asaj që thatë që eksaktësisht duhet të bëjmë për të pasur zgjedhje të lira këto që jemi duke bërë. Mendoni që janë duke u bërë siç duhet në kohën e dur? Absolutisht po. Listat janë rreth 1 muaj me vonesë. Listat do jenë të plotësuara nga pushteti lokal në fund të marsit. Ky është afati ligjor. Listat vetëm se mund të flasim për afatet, mund të flasim dhe për një ditë apo për një javë vonesë, por duhet themi kryesoren. Listat për herë të parë janë të sakta, të rrjedhura nga një regjistër kombëtar i gjendjes civile i sakt, sepse ne kemi patur deri në vitin 2005, përfshi dhe zgjedhjet parlamentare të 2005-ës, lista me shumë probleme, lista me 10 mira veta që ishin edhe në Tiranë, edhe në Kukës, edhe në Tiranë, edhe në Skrapar. Për herë të parë mund të kenë qenë, nuk jam gjendje të përgjigjen, po mund të kenë qenë 100.000. Të paktën kjo është shifra që ne kemi gjetur 50.000. Jeni sigurt që kësaj here nuk do të jenë? Atëherë në 2007-ën, regjistri kombëtar i gjendjes civile nuk është ky që kemi sot, por listat e zgjedhësve u pastruan nga duplikatat dhe vetëm një numër shumë i vogël, specialistët thonë 1.000 deri në 2.000, mbeti dhe nuk mund pastroj. Ajo që ne kemi sot dhe që u shpall nga Ministria e Brendshme 2 ditë më parë është që listat të cilat kanë rrjedhur nga regjistri kombëtar janë të pastruara nga duplikatat, sepse vetë regjistri kombëtar përmes sistemit unik dhe të kompjuterizuar që ka dhe një software i përgatitur me palën austriake, që praktikisht e ka ndërtuar regjistrin kombëtar i gjendjes civile, janë pastruar. Pra, lista nuk ka më një person me 2 adresa, edhe në Kolonjë, edhe në Tiranë, edhe në Lezhë, edhe në Durrës. Zoti Islami? Tani e gjithë do i rikthesh pyetjes që bëra unë apo do trajtosh unë nuk kam ndërmend as të replikoj për çështja, as me emra në këtë emision me fjalë. Domethënë e para ka 3 bloqe për të bërë zgjedhje të lira ndershme, është kodi zgjedhor dhe është hera e parë në Shqipëri që me iniciativën dhe nismën e opozitës është arritur të
kryet një reformë zgjedhore, do të thoja, jo vetëm konsensuale, jo vetëm pa prezencën e faktorit ndërkombëtar, por një reformë zgjedhore që ka çuar edhe në ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe në ndryshimin e kodit në mjaft element. Duket që keni konsensus këtë pikë, nuk e kundërshtoni njëri tjetrin. Jo, nuk është problemi për të patur konsensus, por është bërë një reformë dhe realisht aty ne kemi dhënë të gjithë kontributin dhe gjithë vlerat tona politike dhe profesionale për të arritur atë dhe besoj dhe parlamenti me atë votim që ka bërë, pavarësisht sakrificave që mund kemi bërë në aspektin që edhe jemi kritikuar edhe nga një pjesë e elektoratit tonë, por edhe nga partitë vogla politike, do të thoja që kjo pjesë ne kemi dhënë të gjithë kontributin tonë. Tani vjen pjesa e dy blloqeve tjera. Dy blloqet tjera janë një infrastruktura zgjedhore që ka 3 komponentet, është regjistri themeltar, është lista e zgjedhësve dhe kartat e identitetit dhe pastaj është faza tjetër që është faza e administrimit ku futet dhe fushata deri te nxjerrja e rezultatit zgjedhjeve. Do të thoja për bllokun e dytë. Për bllokun e dytë qeveria, sepse për bllokun e dytë gjithë aktivitetin duhet ta kryejë vetë qeveria. Dhe ne shikojmë që në këtë aktivitet qeveria ka ardhur e pa përgatitur, e pa aftë, po ashtu siç ka qeverisur gjatë gjithë kësaj kohe, sepse e para nuk ka pasur një program të qartë. E dyta, në shumë raste, kodi është me vonesë, pra janë thyer nenet të kodit që vjen dhe për shkak të një vonese që erdhi në fund me ato taktikat për të bërë një diversion brenda opozitës dhe shikojmë që regjistri themeltar është me vonesë. Sot për shkak të presionit ton rezulton pjesërisht i pastruar, janë pastruar vetëm ato që quhen duplikime të sakta, pra nëse një emër është i saktë në 2 vende, por aty ka defekte pafund. E dyta, procesi i kartave të identitetit. Fillimisht ne kemi rënë dakord në kodin zgjedhor për të dhënë konsensus që të votohet me pasaport dhe me kartë identiteti. Qeveria ishte pa përgatitur për të bërë një agjendë që në fillim në mënyrë ekskluzive të merret të pajiset gjithë ata që s'kan pasaport dhe pastaj të vazhdonte procesi. Procesi ende s'ka filluar, u tha që do fillojë në janar, ende s'ka filluar akoma në gjithë Shqipërinë, jemi në mes të shkurtit. E dyta, vetëm me iniciativën tonë dhe ja dham të gjithë programin dhe atë program prap janë të paaftë për ta implementuar. Domethënë ka disa ditë që ne kemi të dhëna që thohet që ka një database për ata që kanë pasaport dhe ai database po rezulton që nuk është i saktë. Kemi gjetur mbi disa mijëra raste kur qytetarët nuk kanë pasaport dhe ato janë paraqitur sikur kanë pasaport. Dhe treta janë listat e zgjedhësve dhe normalisht nëse nuk do të pastrohet totalisht dhe nuk do të ketë një transparencë regjistri themeltar dhe listat e zgjedhëve do të transferojnë këtë lloj defekti. Dhe më e rëndësishme është që në gjithë këtë proces ka një mungesë transparence dhe ne prandaj edhe kërkuam një komision ad hoc dhe dua ta sqaroj këtë çështje. Çfarë do të mungesë transparence? Mungesë transparence, do ne nuk dinim deri sot janë pastruar apo s'janë pastruar. A është detyrë e qeverisë kjo? Kjo është detyrë, por kjo duhet të jetë transparente sepse si bëhet transparente? Tani, e para njëherë në këtë proces duhet të përfshihen të gjithë zyrat e gjendjes civile që janë nën komunat dhe bashkitë. Duhet të kishte një udhëzim të shkruar që ende ky udhëzim i shkruar sot kanë thënë që ky udhëzim është për asnjë nga bashkitë dhe komunat tona që kemi pyesur nuk e kanë marrë. Thonë që është i shkruar në fletoren zyrtare, nuk e kemi gjetur. Thonë që është në internet, kemi kërkuar në internet, nuk është gjetur. E kemi kërkuar që të na japin, s'na është dhënë. Pra, duhet një proces sepse për ndërhyrje në sistem, qoftë për pastrimet, është një çështje shumë delikate sepse preket siguria e gjithë sistemit. Dhe kjo gjë nuk është me fjalë. Dhe ne prandaj kërkuam një mekanizëm ad hoc që nuk ishte as komision reforme, që nuk ishte as komision hetimor, por ishte një komision ku merrin pjesë të gjithë antarë, të gjithë partitë politike dhe të ndriçonin sistemin për të rritur besimin sepse puna do ishte e qeverisë. Ne nuk kërkonim të bëhemi pjesë as bashkëautor, as bashkëfajtor në këtë proces. Thjesht supervizoni. Ne kërkonim të ndriçonim këtë proces për të marrë informacion dhe për ta ndriçuar të gjithë këtë proces. Me fjalë, pra nuk kërkonim as bashkëkryetar, tham o ta marrim në kryetarin, o ta mbaj Partia Demokratike, nuk ishte ky problemi. Kjo ishte pozita jote. Nëse do t'i bëjmë një vlerësim proceseve të deri tanishme, do të na duhet që të evidentojmë, besoj unë dhe për këtë kemi të gjithë njëjtin mendim, faktin që proceset e deri tanishme kanë qenë jashtëzakonisht të suksesshme për kushtet e një politike siç është Shqipëria, për një vendi siç është Shqipëria. Unë nuk do ta ndaja kush ka qenë merita e kujt ka qenë më e madhe për suksesin e këtij procesi. Unë do thoja Parlamenti shqiptar ka treguar një pjekuri historike. Ka bërë amendamente kushtetuese, të cilat nuk kishin fare të ngjarë që të miratoheshin dhe nuk kishin të ngjarë të miratoheshin për dekada. Tregoi që ki ishte i përgjegjshëm për rolin historik që i kishte vënë vetes dhe miratoi një formulë elektorale e cila do t'i rezistojë me siguri kohës
për shumë. Me shumë kontestim, njësësi. Kontestimet me zë të lartë, po me pak kontestime. Sepse në qoftë se në një parlament me 140 vetë, llogarit që 118 vetë kanë qenë të vendosur pro amendamenteve kushtetuese, pro sistemit proporcional që kemi zgjedhur. Dhe po themi 11 prej tyre, sepse aq u rezultojnë në fund, ishin kundër këtij procesi, mund të përtasin sa duan, mund ngrenë zërin fort sa duan, po përfaqësojnë 11 deputet kuvendit nga 140 dhe pastaj mund të diskutojmë edhe sa përqind të politikës shqiptare, politikës parlamentare shqiptare. Sidoqoftë, ka qenë një rezultat historik, do ngelit historik për gjatë pavarësisht nga vullneti ynë. Duhet vetëm ta evidentojmë këtë fakt. Dhe të jemi krenar që e kemi arritur. Po kështu historik ka qenë edhe miratimi i kodit. Siç e tha zoti Islami, sigurisht për meritën e Partisë Socialiste tha ai, po unë përsëri nuk do të tentoj të futem në debat edhe të them jo aq për meritën e tyre sa për meritën tonë. Kodi zgjedhor ka qenë një produkt ekselent për nga cilësia, por edhe nga negociata politike. Edhe këtu duhet ta ruani këtë deklaratë mazgjedhje, të shohim mazgjedhje se pastaj kthehemi te kodi. Edhe këtu pjekuri e jashtëzakonshme. Çfarë solli këtë gjë? E solli fryma e kompromisit midis palëve. E solli fryma e konsensusit midis palëve. E solli vetdia që po bënim një gjë që nuk duhet na shërbente individualisht ne, nuk duhet i shërbente individualisht forcave tona politike. Ç'a ndodh tani? Këto janë parakushtet e procesit. Kuadri ligjor është shumë i mirë, por kuadri ligjor vendos aktor të dorës parë partitë politike në radh parë dy forcat e mëdha politike. Dhe këtu vim ke problemi, jo ke çështjet që ngriti zoti Islami, kategorizimin e tyre nuk kam pse ta kontestoj, por tek problemi i madh që kemi ne. Në momentin që ne përgatitemi të administrojmë një proces zgjedhor, që duhet jetë shumë i mirë, na futet në mes për shkak të kohës, na futet fushata elektorale. Palët fillojnë dhe gjykojnë mbi bazën e interesit vetë. Dhe kjo është normale. Por kjo shkon deri në atë pikë sa dëmton procesin, sa kërcënon procesin, dhunon procesin. Pra ju po thoni që zoti Islami po gjykon mbi baza politike. Ta marrë. Dhe këtu gjëja nuk bëhet më normale. Ç'a ndodh sot këto ditë, gjithë këtë periudhë? Ndoshta e lidhur jo rastësisht edhe me sondazhet, po asaj mund i kthehemi më vonë. Do i kthehem më njëherë sa të mbaroni këtë turp. Në mënyrë të përsëritur, pothuajse çdo ditë, ka një tentativë për të projektuar të keqen në mur. U tha këtu, për fat mirë e thatë ju dhe ka mundësi ta debatoj me qetësi me ju, çështja e listave të zgjedhësve me vonesë. Çfarë bëhet kështu? Po thyet kodi. Fakt nuk është ashtu. Listat e zgjedhësve janë më të mira që ka pas historikisht ky vend. Janë me vonesë. Ju lutem. Duhet kemi kurajon që ta themi këtë, sepse i bëjmë mirë qytetarëve shqiptar. Më të mirat që ka pasur historikisht. Të kolauduara në një proces të fundit, sepse ishte i paevitueshëm. Modernizimi i regjistrit të gjendjes civile do të bënte edhe kolaudimin aty. Janë lista elektronike, të cilat për herë të parë në historinë e këtij vendi bëjnë të mundur që me një klikim të mund të nxjerrësh listën e zgjedhjeve në çdo orë të ditës dhe të natës. Nuk ke nevojë për muaj para përgatitje. Nuk ke nevojë ta shkruash me dorë. Nuk ke nevojë ta verifikosh derë më derë në çdo shtëpi. E ke me një klikim në kompjuter listën paraprake, me një klikim në kompjuter listën përfundimtare. Më tepër akoma, ne themi përgjegjësi e qeverisë. Jo. Nuk ka qeveria i merr vetë pa diskutim përgjegjësitë e veta, nuk jam duke shmangur këtë. Dhe i qëndron përgjegjësive të veta. Por nuk do ta gjykojmë kështu sepse nuk është në mirë të procesit. Është përgjegjësi e jone e përbashkët. Sepse mekanizmi që ne kemi vendosur dhe kemi vendosur prej kohësh, sigurisht dikush bën punën, po dikush tjetër e kontrollon. Dhe nëse aty nuk ka saktësi, atëherë duhet ndihemi bashkëfajtor të dy palët. Unë pse se kam shkruar mirë, ti pse s'më ka dëgjuar mirë. Më tej akoma, kemi vite që diskutojmë dhe unë jam i sigurt po ti pyesni spektatorët këtu. Janë gjendje të u thonë shumë mirë. Lista e zgjedhësve është proces i përbashkët, i pushtetit tonë dhe i pushtetit të tyre. E tillë është në të gjithë elementet, në të gjithë elementet e veta. Atëherë nuk duhet ta ndajmë. Nuk është mirë ta ndajmë. Sepse jo vetëm nuk ndihmojmë listën duke u zënë me njëri tjetrin, pra nuk ndihmojmë saktësinë e saj, por përkundrazi ne krijojmë një klimë negative në proces, e cila na dëmton pastaj të gjithë hallkat e tjera të procesit, dhe unë them që kjo është mirë që të paktën
të vazhdojmë me pjekurinë që treguam kur realizuam parakushtet, me të njëjtën pjekuri, me të njëjtin sens përgjegjësie, të vazhdojmë dhe përgatitjen e Kemi procesit. vetëm shumë afër fushatës. Fushata nuk duhet na pengoj, fushata le të jetë agresive, fushata le të jetë e ashpër, fushata le të jetë me çfarë lloji goditje, por fushata duhet lej jashtë saj, duhet lej jashtë saj administrimin e procesit, sepse ai është shumë delikat dhe duhet mbrojtur me fanatizëm. Jam kot mendoj që në procesin e hartimit të kodit elektoral është menduar që infrastruktura zgjedhore të ishte përgatitur shumë përpara ditës votimit, që të ishte sa më jashtë fushatës elektorale. Dhe mendoj kjo do të shërbente shumë më mirë në zgjedhjeve të elektoratit shqiptar. Dhe mendoj që problemi më i madh që ka të bëjë me infrastrukturën zgjedhore është besimi që ju afron njerëzve dhe partive politike tek rezultati i votimit. Por nëse kemi një punë shumë të madhe të tyre 3-4 viteve për të realizuar një infrastrukturë zgjedhore të përshtatshme, mendoj që kemi një avarësi dhe një ndarje, mendoj 50% 50% ndërmjet mosdëshirës për ta bërë dhe pa aftësisë për ta bërë këtë infrastrukturë zgjedhore nga qeveria aktuale. Kush faqet mosdëshira? Po, ne, tha zoti Rusmali, po projektojmë të keqen. Jo, nuk është e vërtet. Ne jemi opozita e këtij vendi. Kemi kontratë me qytetarët shqiptarë që të projektojmë gjithë avarësitë dhe mos realizimet e kësaj qeverie. Ne me të vërtet në shërbim të një konsensusi më të madh elektoral, një konsensusi më të madh që shqiptarët e deshën për integrimin NATO, për integrimin Bashkimit Evropian, punuam dhe bashkëpunuam për të realizuar atë që u quhet arritje historike. Është e vërtet arritje historike, por do doja të theksoja që është hera e parë në historinë e këtij vendi, të paktën në 17 vjet të fundit, që opozita jep konsensus për një reformë qeveritare. Opozita e deri djeshme është e pamundur që të reflektonte dhe të jepte konsensus dhe për gjëra shumë më të vogla se sa kodi zgjedhor apo reformat e mëdha të vendit. Ndërkohë që le të ngelemi tek ajo që mos ta ndajmë meritën, padyshim, por do duhet ta theksojmë është opozita e parë që jep të konsensus. Le të futemi te infrastruktura zgjedhore. Mendoj që është një proces që padyshim ka brenda shumë tematika, por padyshim ato çfarë ne kërkojmë, listat e zgjedhësve dhe kartat e identitetit, nuk mundet në asnjë rast qeveria të vitet të thotë që është një histori suksesi. Padyshim kjo është një histori mos realizimesh, ka në programin elektoral të saj Partia Demokratike dhe qeveria e re, që deri ditën e zgjedhjeve gjithë shqiptarët do të jenë me kartë identiteti, do të kemi një regjistër unik. Mbajmë listat para. Zoti Usmali tha janë më të mirat në këto vite. Padyshim është një arritje se si çdo gjë tjetër që avancon të Shqipëri, dhe listat do vinte koha që do të ishin në standarde më të larta se listat para prag. Nuk është e vërtetë që është hera parë që janë listat elektronike. Gjithmonë është punuar për të pasur lista elektronike dhe regjistrin kombëtar zgjedhësish. Ka vite e vite që në Shqipëri ka një database qendror, por asnjëri i pastruar. Dhe fatkeqësisht dhe database-i sotëm është i papastruar. Vetëm para se të vija në këtë emision, sepse tani siç e thatë ajo me një klik në kompjuter gjen gjitha gabimet e mundshme. Dhe ai klik në kompjuter mund të tregojë që vetëm në një njësi të qytetit Tiranës ka me 10 dublime, megjithëse drejtori i përgjithshëm i gjendjes civile doli dje dhe deklaroi, un kam disa emra këtu të nxjerra vetëm para një ore, të cilat janë të dubluara me 10 emra në një mini bashki. Por ka me shumë probleme tjera regjistri kombëtar. Rreth 1000 mund të jenë gjithë vendin, kur disa 10 thotë zoti Klosi janë vetëm një bashki. Dhe këto emra janë konkret, unë mund t'ja u jap, janë me një klikim në kompjuter gjehen këto emra. Por përsa e përket regjistrit kombëtar të votuesve, po ashtu kemi shumë probleme përsa e përket në hapësirës që kanë të gjithë pushteti lokal për të kontrolluar dhe për të çekuar listat. U fol për një sistem austriak, për një software austriak, ne si opozitë kemi kërkuar disa herë të kemi transparencë, por informacioni jonë është që ky sistem nuk po aplikohet. Vazhdojmë të jemi me sistemet e vjetra dhe çdo gjë reduktohet, manipulohet, dhe ky pastrim që u bë me një të klikuar, siç tha ministria, hoqi 50.000 rekorde, 50.000 dublime në një ditë, është bërë mungesë plot transparence. Regjistri do duhet përpunohet nga lokalet, kemi thënë, ndërkohë që ministria me një klikuar mund të hiqë 50.000 rekorde. Ku është transparenca në këtë aspekt? Por mendoj që meqense koha është e shkurtër, mendoj që do duhet ndalemi shumë tek përsa përket kartave identitetit. Do e kam pjesë të fundit. Përsa përket regjistrit kombëtar. Fjala transparencë ka një kuptim abstrakt dhe është mirë të jemi konkret. Prandaj ne kemi kërkuar dhe sot, kemi kërkuar shpesh publikisht kontakte dhe pjesë të mendoj që është e drejtë e opozitës që të ketë mundësi të shikojë se si është procesi.
kemi informacion si realizohet ky proces. Nuk e merrni këtë informacion? Nuk kemi asnjë informacion, nuk kemi asnjë akses në... Është kërkesë shumë e drejtë që opozita të ketë informacion dhe që të ketë informacion duhet ta kërkojë dhe në rast se është kërkuar është e pamundur që mos e ketë marrë. Kemi qenë unë dhe zoti Islami zyrën e zotit Nishani. Dhe besoj që gjithë informacionin që ka patur në dispozicion ministri, ju a ka vënë juve në dispozicion, unë nuk kam qenë zyrë me ju dhe të them çfarë bisede është bërë, por me që këtu përmenden gjëra konkrete, kam vështirë kritikave të natyrës abstrakte të ja përgjigje, por di që, më falni, di që sot janë thirrur prefektët dhe kanë marrë listat e çdo njësie bashkiake në prefekturën e tyre, bashkë me udhëzimin e ministrit, të cilën do ta me drejt deputeti do ta marrë dhe u mund të angazhohem të paktën nesër t'ja jap në dorë një kopje, por një komision për kryesimin e cilit nuk është nevoja të grindemi dhe ka një traditë të bashkëkryesimit nga dy forcat kryesore të komisioneve parlamentare, mund të ngrihet në mënyrë që në rrugë institucionale po gjeni këtë zgjidhje atëherë sepse me që është një me interes përbashkët, një komision me interes përbashkët mund të ishte me bashkëkryetar. Këtu ka ngecur me sa di unë dhe nëse gjendet një zgjidhje mund të realizohet që nesër. Pra, ajo që duhet të them unë është që unë e kam ndjekur personalisht këtë punë, është një nga detyrat e mia si koordinator i procesit me Ministrinë e Brendshme që ka barrën kryesore dhe ministritë e agjencitë e tjera, dhe do them që ka qenë një përvojë fantastike të shikosh se si ndërtohet regjistri kombëtar civil. Natyrisht që ne flasim për reforma në këtë sektor apo investimin në atë sektor dhe këto janë padyshim merita dhe arritje që bëhen në këtë qeveri, po që për të cilët do përfitojnë shqiptarët, po një modernizim të shtetit shqiptar dhe shërbime të jashtëzakonshme në gjitha fushat e tjera, siç sjell regjistri kombëtar civil, unik dhe i kompjuterizuar, vështirë se sjell gjë tjetër. Sepse nga ky regjistër ne derivojmë listat e zgjedhësve, që është vetëm një funksion. Është sensitiv sepse ka të bëjë me zgjedhjet dhe zgjedhjet po afrohen. Por shërbimet e tjera të jashtëzakonshme, nga lidhja e databazës me misioni del shumë për te zgjedhjeve, padyshim. E kujdesit shëndetësor, apo qendrën kombëtare të biznesit, apo institutin e sigurimeve sociale, përfitimet janë të jashtëzakonshme me lidhje, është hapi i parë drejt modernitetit real shekullit 21, regjistri kombëtar i gjendjes civile. Dhe këto domethënë nuk mund të them a është e vërtetë apo s'është e vërtetë. Jo, janë konkret. Por konkret gjithkush mund të vi me 3 letra këtu dhe të pretendojë diçka, ndoshta mbas emisionit mund ta shikojmë dhe unë jam i sigurt që edhe Ministria e Brendshme, po edhe bashkia konkrete e Majt ose e Djat do jetë në gjendje të jepë përgjigje. Sistemi është absolutisht i kontrolluar, listat dhe duplikatat në një bashki apo një tjetër kanë ardhur nga vetë bashkit, por është Ministria e Brendshme me databazën e vetë që bën kontrollin dhe ka një sistem që nëse ke patur më parë adresën në Kolonjë dhe tani e ke në Tiranë, adresa e parë fshihet dhe ruhet adresa e dytë. Kjo është një normë e mirë pranuar dhe me këtë procedurë është vazhduar gjithmonë. Këtë debat sepse do t'i kthejmë sërish. Për herë të parë pra kemi lista zgjedhore mendoj të pakontestuara dhe çdo element shqetësimi që mund të jetë i vërtetë, mund të jetë real ose i supozuar, duhet parë konkretisht bashkë me specialistët më shumë se sa për ta ngritur në një emision dhe për të përhapur një shqetësim i cili për mendimin tim është i pabazuar. Në listat e zgjedhësve ne duhet kishim absolutisht ashtu siç patëm për kodin zgjedhor, edhe besimin e përbashkët që kemi një sistem jashtëzakonisht mirë dhe ndoshta ndër më të mirët në Evropë, sepse i tillë është ai që kemi marrë hua. Pastaj refreni qeveri e pa aftë, qeveri e pa dëshiruar, e dëgjojmë shpesh parlament, e kemi debatuar me 2 deputet e Mallakastrës në kuvend. Se ngelën të historia Mallakastrës, padyshim që sepse mund t'i kthehemi krahasimit që unë kam gjykuar që është për arsye të transparencës të bëhet para shqiptarëve, krahasojmë çfarë bëri qeveria socialiste ku 2 zotërinj përballë meje kanë shërbyer si ministra në 8 vjet dhe çfarë bëri kjo qeveri në 4 vjet. Është një ballans që mund të bëhet fare mirë nga qytetarët, nëse doni të flisni në këtë mënyrë dhe të futemi në fushatën preelektorale. Kjo është një qasje. Tjetra është sqarojmë atë që është realizuar dhe që është mirë qytetarëve shqiptarë përfshi dhe socialistët. Do i rikthejmë më pas asaj, ndërkohë vetëm 1 minutë. Në numrin e telefonit që keni të afishuar në ekran, mund dërgoni opinionin tuaj nëse sondazhet paraprake, para zgjedhore ndikojnë rezultatin e zgjedhjeve apo jo. Po jo, vetëm këtë gjë. Do t'ju kërkoj një konsensus. Vetëm 30 minuta të fokusohemi tek problemi i sondazheve, që është më i prekshëm dhe rikthehemi më njëherë në infrastrukturën prapë. Të thoya diçka unë po, domethënë. Do e nisja nga ajo që tha zoti Rusmajli, është e vërtetë që në pjesën e parë, domethënë ne kemi bashkëvepruar dhe përgjegjësia ka qenë pothuajse simetrike dhe barabartë për 2 palët, kurse për sa i përket infrastrukturës, çështja është kryesisht në duart e qeverisë. Pra,
Për sa i përket për shembull tendrit të kartave, si jemi ne përgjegjësit për tendrin e kartave që është vonuar dhe që në tendrin e kartave vetëm po të lexohet vërtet që kanë të gjithë kompanitë e tjera, ne nuk kemi asnjë rol në atë përveç mungesës së transparencës, domethënë që ne nuk e kemi marrë dhe këtë informacion. Dhe për të mos u futur në fushat dhe për ta bërë këtë pjesë të fushatës, unë jam shumë dakord, çështja e kartave duhet ishte zgjidhur shumë më parë. Dhe pikërisht ne, duke parë që nuk ka kapacitete për ta kryer në kohë, dham konsens kur u bë kodi që mund të lejohet dhe me pasaport dhe me karta, sepse po të qëndronim konsekuent atij qëndrimi që ishte deklaruar qysh në vitin 2007, që në mesin e vitit 2008 do të ketë regjistrin themeltar dhe do të fillojë procesi i kartave, ne domethënë do kishim vendosur në kod vetëm me karta identiteti dhe sot do ishim në një situatë të bllokuar. Kurse në pjesën e administrimit është e vërtetë që partitë politike kanë një rol shumë më të madh dhe bile ajo do jetë pjesa më e vështirë që mbi bazën e kësaj infrastrukture të ngritur të ndërtohet pikërisht besimi në momentin kur sistemi administrohet nga gjithë partitë politike. Tjetra për sa i përket transparencës. Edhe një tjetër përsëris, ne bëm kërkesën për një komision që do ketë vetëm një nen, secili antar i komisionit, ne kërkojmë të jenë gjithë partitë politike parlamentare, të përfaqësuara të ketë të drejtë të marrë informacion, domethënë mbi bazën e rregullat të shtetit shqiptar. Pra ky nuk është një komision që ka nevojë të bashkëdrejtohet dhe kur është bërë debati i thamë nëse doni ta merrni ju këtu nuk është problem, por ne menduam meqense ju jeni maxhorancë dhe keni qeverinë dhe këtë proces e drejtoni ju, na lini të drejtojmë ne që është një drejtim fiktiv, nuk është shumë i rëndësishëm ky drejtim. Dhe këtu nuk është çështja për të bashkëdrejtuar ose tjetër. Një minutë se do them edhe diçka tjetër, do të fjalë. Dhe lidhur me listat nuk jemi në fazën ku kemi lista. Bile as listat paraprake nuk kanë dalë akoma. Jemi në fazën kur flasim për regjistrin civil themeltar dhe ky afat është shkelur. Ky regjistër duhet kishte dalë në datën 1 janar. Nuk po them për premtimet që u tha në mes të vitit 2008, nuk po them që u tha në shtator, nuk po them që u tha në dhjetor, u vonua tendri i softwareit austriak e kështu me radhë. Nuk po flas për këtë. Regjistri duhet ishte në 1 janar, sepse ky regjistër do ishte baza pastaj mbasi do kishte një proces pastrimi për listat paraprake, sepse ka një proces tjetër për listat nga paraprake të kthehen në finale. Dhe në këtë fazë futen bashkitë dhe komunat. Pra jemi në fazën kur ne jemi të vonuar për sa i përket kartave të identitetit, listave paraprake dhe ku është mungesa e transparencës. Ne mbasi kemi bërë një presion disa ditor dhe është bllokuar mbledhja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sot ka dalë drejtorin, nuk e di çfarë pozicioni ka zoti Teliti, ka thënë që listat janë të pasta se them unë dhe ka një urdhëres që e di unë dhe asnjë tjetër nuk e di. Pra ne po të ishte ky komision, kanë diçka më pak se 400 njësi të qeverisë vendore, bashki dhe komuna, dhe prefektët e kanë marrë sot dhe nesër ne shpërndan gjithë atyre dhe ju mund merrni një kopje. Po pretendohet që pastrimi është bërë në datën 8. Pra, sepse është të shkruar që pastrimi është bërë në datën 8 dhe pastrimi ka disë... mund t'ju them se unë e kam djegur ore minut me telefon dhe di pak a shumë si është operuar, ka gjithë ditë e fundit që është tentuar me një software që nga njëherë nuk ka funksionuar, është dërguar në Vjen nga specialistë e Ministrisë Brendshme të Austrisë dhe të IBM-s kontraktuar prej tyre, është aplikuar përsëri derisa janë realizuar pastrimet, pastaj procesi i dytë ka qenë nxjerrja e listrave nga regjistri kombëtar civil. Listat, si që ju e dini fare mirë, është që ata që mbushin... Ne s'do futim shumë në këtë detaj. Gjithë qytetarët që mbushin 18 vjeç në fund qershorit do përfshihen ato lista sipas ndarjes me bashki dhe komuna, dhe brenda bashkive dhe komunave, kur ka shumë qendra votimi, të ndarë dhe sipas këtyre qendra votimit. Pra, ata bashkit dhe komunat kanë një punë, e marrin punë pastër, siç e kanë relatuar dhe vetë, sepse janë e njëjta databazë që vjen nga poshtë, që përpunohet sipër, përfshihet në databazën unike të kompjuterizuar dhe përmes këtyre softwareve gjeneruam listën e një nga funksionet, e thash dhe që parë. Pra, kjo është diçka që është bërë këto ditë, ka qenë për teknikët, ka qenë dhe një herë e parë në bashkëpunimin e tyre me Austrinë dhe është dashur disa ditë derisa të realizohet. Por ajo që është certifikuar nga disa kontrole është që pastrimet e 50.000 rekordeve që janë të dubluara janë bërë në mënyrë të rregullt dhe që listat janë bërë gjithashtu në mënyrë të rregullt dhe nuk ka mbetur kush jashtë. Kjo është verifikuar. Në qoftë se do vi një kryetar i komunës Fragullës, apo kryetar i bashkisë së Fierit, apo të Shkodrës, që mund të ketë pasaktësi apo shqetësime, do lidhet me drejtorinë e gjendjes civile dhe jam i sigurt që do t'i sqaroj ato. Kështu që kjo është dhe ju duhet merrni, unë jam dakord që të merrni gjithë informacionin, qoftë pas komisionit ad hoc ose në një rrugë tjetër, jam i sigurt që Ministria e Brendshme në kohë reale ju vën dispozicione. Do të them vetëm 3 fjali dhe do ne
interesi ynë i përbashkët, interesi i Partisë Socialiste është që kjo do t'ishe shumë e ky tjetë qartë. një proces, më falë, që të ngjalli besim. Ashtu si që ram dakord dhe kemi themi të gjithë bashkë, kemi bërë shumë mirë për reformën kushtetuese zgjedhore dhe kodin zgjedhor, të njëjtën gjë do duhet ta themi edhe për lista zgjedhore. Dhe kemi arsye reale për ta thënë. Zoti Pollo, do t'ishe shumë e qartë nëse e gjithë historia do t'ishe histori teknike dhe këto që thonë janë argumenta të vërteta, sepse një proces kaq i vështirë do kohën e tij që të realizohet. Do t'ishe shumë saktë nëse bëhej fjalë dhe ky debat bëhej në vitin 2006 dhe kishim edhe 3 vjet kohë deri në 2009. Por kemi vetëm 140 ditë, më pak se 140 ditë deri ditën e zgjedhjeve. Premtimi juaj elektoral ka qenë që gjithë qytetarët shqiptar pajiseshin me kartë identiteti. Ky premtim nuk u realizua. Paktën realizojmë që çdo shqiptar, të lutem. Paktën realizojmë që çdo shqiptar do të ketë mjet identifikimi, pra do të ketë pasaportë për jashtet apo kartë identiteti. Ndërkohë që në ditët që ka ngelur është krejtësisht e pamundur, me mënyrën dhe pa aftësinë që po të dëshmon pjesa administrative e këtij procesi, ne të kemi të mundur që shqiptarët të jenë pajisur me kartë identiteti apo me dokument për pasaport për jashtet. Një sekondë. Sepse për gjitha këto ne kemi bërë të pamundurën që t'japim konsensus. Derisa kemi arritur, kemi shkruar edhe vetë VKM-n e qeverisë apo e ndryshuan VKM-n për të pasur mundësinë që shqiptarët pajisur ata që s'kishin pasaport parë, ndërkohë që nga qeveria vazhdon të ketë një kakofoni për parë për sa i përket këtij procesi. Shiko, fryma konsensuale që karakterizoi kodin zgjedhor, ka karakterizuar pra ju thonë elementet shumë teknikë që nuk kanë asnjë. Dhe thonë që pse ne jemi dyshus. Pse jemi dyshus dhe pse jemi kritik kaq shumë në këtë proces. Duhet kemi një Sergiu, pyetja është, domethënë duhet ishte pyetja themelore e këtij emisioni, besoj unë, sepse do të na shpjegonte shumë nga taktikat politike të palëve në këtë fushatë. Ka mundësi ta mbaroj këtë pjesë? Por, jo, meqense ju folë 2 herë për një çështje, më duhet flas dhe unë një herë. Po fola pra herën e dytë nuk pata mundësi ta mbaroj. Ajo që do të thoja do të ishte që besoj zoti Klosi kam dhe unë të drejtë të flas. Ta bëj padyshim me sa duket jam më afër problemeve se qeni ju. Transparenca është një gjë vendimtare për procesin, sepse transparenca çon tek besimi që kërkoi zoti Klosi, dhe është një gjë që neve nuk mund ta neglizhojmë. Sikurse, po aq vendimtare, është eliminimi i çdo përpjekje për dezinformim, sepse dezinformimi, siç është transparenca kusht për mbarvajtjen e procesit, dezinformimi është minimi i procesit. Dhe ne u futëm në një labirint çështjesh teknike sot, një pjesë prej cilave edhe në mos dezinformimi drejt për drejt, unë do ta sfidoj zotin Klosi për këtë, të paktën në tentativë dezinformim. Dua të them, zoti Klosi na nxori neve një listë këtu, të cilën ai e ka verifikuar në njësinë e vet lokale, me kryetarin e vet minibashkisë, dhe tha ka mund këtu tha 1000 duplikate. Jo, s'kam 1000. Nuk sado që t'jenë. Nuk ka rëndësi 10.000, nuk më intereson shifra, më intereson koncepti. Zoti Klosi nuk do bënte tentativë për disinformim, në qoftë se do të kishte shkuar dhe të komunikonte me autoritet, me drejtorinë. Ti thoshte ja ku i keni këto emra. Më jepni përgjigjen për ta. Dhe pasi të merrte përgjigjen, të mirë ose të keqe, thoshte ja ku kam kryetarin tim të minibashkisë, ja ku kam drejtorinë. 2 palët e procesit dhe mu më rezulton kjo gjë. Zoti Klosi do ta hedhi në erë këtë, sepse i intereson që të dezinformojë. Jo, nuk është fare vërtet. Ju lutem. Thash unë do të sfidoj për këtë punë dhe shkojmë drejt asaj pune. Nuk bëhet kështu, në qoftë se ne duam ta ndërtojmë procesin dhe nuk duam ta prishim. Nuk është e drejtë të thuash në një aul të tillë përpara telespektatorëve, të thuash sot tha çfarë po bëhet tha me një klik po fshihen emrat. Jo, nuk është ashtu. Nuk e thash unë, nuk e thot asnjë me një klik fshihen emrat. Se emrat fshihen me një proces shumë të kujdesshëm dhe shumë të detajuar. Me një klik del lista, dhe është tjetër gjë. Me një klik nuk fshihen emrat. Emrat kanë një procedurë rigoroze, e cila përfshin deri në detaj të gjithë kryetarët e bashkive dhe komunave që kanë këta zotërinë. Nuk bëhet fshehtas, nuk bëhet në skuta, nuk bëhet në shpella, nuk bëhet në Ministrinë e Brendshme. Është një proces ekstremisht transparent se ka aktor këta zotërinë. Dhe kjo është duhet të thënë, se nëse thu me një klik fshihen emrat, unë krijon panik. Se unë rrezikoj të mos votoj, se me një klik kryetari i minibashkisë i zotërive mund të heqë emrin në minibashkinë ku jam. Dhe ne nuk kemi interes të japim panikun njerëzve. Ne kemi interes të japim të vërtetën njerëzve. Është e vërtetë. Të lutem shumë. Ka shumë rëndësi të kuptojmë pse kjo situatë. Pse ky qëndrim, pse ky alarm. Është shumë e drejtë thuash që ky alarm vjen për shkak të mosbesimit.
Dhe kur thua për mosbesim, sigurisht që që ka shoqëruar politikën shqiptare për 17 vjet. Sigurisht që ne që jemi në majorancë do të fillojmë të shqetësohemi. Se vërtet duhet jenë ata në sens pozitiv të kërkojnë që të bashkëpunojnë, por më tepër duhet jemi ne që t'i bindim ata që ne nuk ja u kemi me keqtashje, ne nuk ja u kemi me hilje, ne po punojmë me mirëbesim të plot dhe me përkushtim të plot dhe po i afrojmë dhe me transparencë të plot bashkarisht kryejmë procesin. Tani, në qoftë se ju lutem se edhe 3 fjali do ta mbyll iden se nuk mund ta lëmë gjys. Në qoftë se ne deri sot jemi përpjekur që çdo gjë ta bëjmë bashkë, siç e tha zoti Klosi, se nga një herë kur nuk e ka mendjen i thot, vendimet e qeverisë i kemi hartu bashkë, kemi vot draftin, ja u kemi kaluar, thotë bëm ne thot. Sigurisht po e bëm bashkë, se ne ofruam. Ne ju tham, hajta ta përpunojmë. Siç po bëj sot me zotin Klosi, bashkarisht, ligjin për gjendjen civile. I kemi thënë zotërinjve, si e doni, kush janë shqetësimet që keni, si do t'ja u lemenoj. Jo, nuk është hapur, ajo është shembull. Ajo nuk ekziston, nuk është pjesë. Ta diskutojmë edhe atë se shpresë mosbesimit. Detyra jonë si majorancë është që ne të bëjmë gjithçka që këta të kenë besimin në procesin. Por këta kanë një detyrim ndaj nesh, ndaj këtyre njerëzve që janë këtu, ndaj njerëzve, ndaj elektoratit të tyre dhe ndaj gjithë shqiptarëve. Sepse proceset elektorale mund të jenë probleme mosbesimi, por mund të jenë probleme që lidhen me një vullnet për të prishur, për të sabotuar. Ju mendoni se opozita ka vullnet për të sabotuar zgjedhjen? Mund të jenë dhe të tilla. Dhe këtë gjë i takon atyre të na bindin ne dhe gjithë shqiptarët që djajt në mur nuk i pikturojnë sepse kanë frikë. Që djajt në mur nuk i pikturojnë sepse duan që të jenë aty djajt që pastaj të kontestojnë zgjedhjet. Duhet na i thonë këtë gjëra. Pra, me qenë se u sfidova drejt për drejtë dhe ky është një debat shumë i gjatë dhe i vështirë. Por do të thoya që në asnjë rast nuk keni përgjithur të opozita shqiptare pikturues të djajve. Por në gjitha rastet do gjeni të opozita shqiptare. Po jo, deri tani unë të them që juve në çdo moment krijoni mosbesim dhe kjo vjen thash edhe nga eksperienca 17 vjeçare e leadershipit Partisë Demokratike, kjo vjen, ja u kam thënë në parlament, nga personat që merren drejt për drejtë me implementimin e këtij procesi, që janë persona krejt akuzuar nga gjithë opinioni publik, që janë marrë drejt për drejtë manipulimin e procesit zgjedhor, që nga 94 deri në 2007, personalisht zoti Pone ka qenë gjitha proceset manipulative. Dhe për të vazhduar deri te mënyra se si po realizoni infrastrukturën zgjedhore detyrë drejt për drejtë e qeverisë. Nëse ju nuk pranoni që këto emra që unë kam hedhur këtu, thoni që janë emra fiktiv të nxjerrë nga një deputet i opozitës, unë do të thëja deklarimin zyrtar që ka thënë drejtori i përgjithshëm i Zyrës Zgjedhjeve Civile sot në konferencën e përshtypjes. Tha janë 80.000 emra në regjistrin kombëtar të shtetasve për 3.2 milion votues, të cilët nuk ju dihet banesa. Pra 80.000 veta, 80.000 votues të mundshëm për listën e votuesve nga 3.2 milion, të cilët përbëjnë 3 mandate deputetësh, nuk ja di sot Zyra e Zgjedhjeve Civile se ku janë adresat. Në qoftë se ju thoni që kështu ka qenë përpara, ka qenë më keq, zotrin, ne jemi këtu për të bërë diçka më mirë se sa është bërë përpara. Nëse do doni të shikojmë logjikën se si ka qenë përpara, në asnjë rast nuk dalë. Por ne nuk mund të themi që do të jemi të kënaqur me ju, siç e thash, nëse ishim 2006 do ishim të kënaqur. Siç kemi qenë të kënaqur nga premtimet e deri tani. Por tani që ka ngelur dhe 130 ditë nga dita e votimit, ne nuk mund të jemi të sigurt se do të jenë shqiptarët të gjithë të pajisur, kur s'ka mundësi reale të bëhet ky proces. Në mënyrën e paaftëse si po realizohet, të kenë mundësi që të kenë një dokument identifikimi. Dhe ne kemi shumë frikë se shumë shpejt nga ana juaj do dalë përsëri certifikata në ajër. Dhe kjo do të jetë prishja e gjithë procesit zgjedhor. Dhe gjithë konsensusi që ne kemi dhënë deri tani, do të riqen apo do hynin proces zgjedhor? Nëse do dalin certifikatat, do të marrin vendimin për katës kur dalin certifikatat. Ne do vazhdojmë. Punojmë në të gjitha arsyet. Tu jemi ke djalli dhe djallin e pamësh. Kush më flet ka fol katër herë. Djallin këta na e pikturuan në shkurt. Ju thash që do të realizoni kartën e identitetit. Dhe karta e identitetit është një proces shumë se kisha fjalën një proces aq sa interesant dhe një proces i cili realisht që të gjithi bën të dëshiruar të kemi kartën e identitetit. Nuk mund të ketë shqiptarë thotë nuk e duan procesin e kartës e identitetit. Por ashtu si gjithë shqiptarët duhet ta kenë të qartë që ky proces i kartës e identitetit, nga paaftësia dhe korrupsioni i përzier zbashku, e thash në fillim dhe po e them do ta them për herë, pati një oscilacion të vazhdueshëm të 3-4 vjet dhe vetëm nga marsi 2006 deri në mars 2008 kur hapët procesin, ju e keni ndruar 4 herë mënyrën se të realizoni kartën. Pra ka qenë një amulli totale, paaftësi totale. Hape procesit mars 2008
bërit pamundur që deri në qershorin e 2019 ne të kemi mundësi të realizojmë karanteten. Dhe për të thënë pastaj, do në t'ja u them se sa herë keni ndruar mënyrën se si do realizojë, dhe kam gjitha të shtuara këtu. Për të thënë pastaj që sistemi ka qenë krye korruptiv dhe ne nuk mund të themi që me qenë se karta identiteti është një gjë kaq e rëndësishme për qytetarët shqiptar, procesi nuk ka qenë krye kaput korruptiv. Edhe kjo është dezinformim i pastër, dhe ju e dini shumë mirë këtë. Sa nga 44 kompani, nga kompani më të mëdha në botë, që kompani integruese pra që zgjidhin gjithë procesin, vetëm 3 javë para ditës së avizon, në 28 janar të vitit 2009, ju ndruat krye kaput termat e referencës, është një proces që do të hetohet, do duhet patjetër të hetohet. Kjo është gënjeshtër. Datën 28 janar të 2008 ndryshojnë 60% të termat e referencës. Mjafton të shikoni, arkimin zyrtar që ka bërë kompanitë me kërkesën e kompanive një shtyrje të afatit në mënyrë që ato të përgatitetin dhe është zgjedhur kompania me ofertën me çmim më të ulët. Me pa aftësi dhe i mbarsur me korrupsion, ne padyrisht do të ishim të kënaqur ta kishim kartë. Por një proces i cili kushton shqiptarëve $260 milion. Një proces i cili është shumë i kushtueshëm për qytetarët shqiptar. Një proces që nuk realizohet detyrën e parë. Premisa juaj është gënjeshtër, arsyetimi që vjen më pas nuk ka vlerë. Unë nuk kam ardhur këtu që të marr vlerësimin tuaj. Nga një gënjeshtër dhe analizoni gënjeshtër. Unë flas për qytetarët shqiptar. Nuk ka vlerë, është kohë që debatojmë. Një gjë që është i ka themelet në baltë, vëlla. Megjithëse do paguajnë një proces $260 milion, nuk do të kenë mundësi që në datën 28 qershor, dhe ky është problemi jon, kenë mundësi të kenë një dokument identifikues dhe të kenë regjistër. Zoti Fevziu, ju thatë ta mbaroj, kam dhe 3 fjali shumë dignitet, tha. Zoti Rusmali, kam dhe 3 fjali për të. Tenderi i kartave të identitetit, të cilin ne nuk kemi besim. Për cilin ne nuk kemi besim, sepse konkurrentët të tender e kontestuan atë. Dhe zotëria evidentoi me dignitet. Nga 44 kompani, konkurrentët në tender e kontestuan. Siç kontestojnë të gjithë konkurrentët në çdo tender që zhvillohet këtu dhe gjetë. Nga 44 kompani, vetëm 4 kompani dhe vetëm 2 u përzgjohen. Zoti, se ka qenë ministër në Horizont, utoroqën 40 kompani nga ato 4 dhe mori ofertën me mirë. Utoroqën 40 kompani dhe ndruan termat e në gëmush po e fut debatin zotëria, nuk del dot prej andej, vetëm lepuri del. Padyshim. Tani t'ju them Sa i përket infrastrukturës zgjedhore. Zoti Rusmali, argumentin e zotit Rusmali, nëse nuk është hija e manipulimit që vjen në radhë parë, e thash një herë, nga portreti i zotit Berisha dhe njerëzve që asistojnë. Dhe pa aftësia jote për të realizuar në kohë ato çfarë keni thënë. Nga portreti i zotit Berisha mos u fut politikës. Ne do fitojmë edhe në gjitha variantet. Në zgjedhjen tënde. Mos unë nuk kam frikë nga portreti i Edi Ramës. Unë besoj se mund të vazhdoj politikën. Ti nëse ke frikë i Gjumënjan. Ne ta alertojmë në çdo moment. Shkot kjo histori, nuk është debat dinjitoz. Ne alertojmë në çdo moment. Dhe ditët që kanë ngelur e bëjnë të pamundur të realizimin e procesit me kartë, me dokument identifikues. Zoti Fevziu, do t'ju tregoj sot. Ato detyrë që kishte sot bën presion. Do t'ju tregoj një episod shumë interesant që ka lidhje me listat dhe që unë e pash sot në një media konkurrente tuaj, e cila me shumë shqetësim nxirrte një histori nga qyteti i Korçës, Bashkia Korçë, për një dëshmor të luftës nacionale çlirimtare që i kishte varrin varrezat e dëshmorëve dhe që figuronte në listën e gjendjes civile, në regjistër. Emri i tij, edhe pse ishte vrarë në vitet 40. Dhe kjo i jepej me shumë shqetësim. Në stacionin konkurrent tuaj. Tani kush është problemi që duhet analizohen të zotëria? Bashkia, intervisohet punonjëse e gjendjes civile, thoshte nuk kam që bëj, nuk e heq dot. Sepse që unë ta heq, mu më duhet një akt me forcë ligjore, më duhet një vendim gjykate, që këtë njeri që vërtet ka vdekur, ma deklaroj të tillë dhe unë ta çregistroj. Familjarët nuk e kanë çregistruar kurrë. Dhe ky njeriu figuron në listën, do të figuroj në listën e zgjedhësve të Korçës me të famshmin kod 999, të cilin ne e kemi prej shumë kohësh në Shqipëri, nuk e shpikëm ne, këta 88.000 vetët që tha zoti Klosi. Janë 80.000 vetë, tha. Janë 3 mandate deputetësh. 80.000 vetë, tha që nuk kanë adresë. Deklaroi sot drejtori. Një ndër ta 80.000 është ky njeriu që ka vdekur në vitet 40 është vrarë për çlirimin e Adeut. Të tillë janë. Janë njerëz të cilët të lutem zoti Fevziu, janë njerëz të cilët historikisht që nga viti 2000 kur është vendosur kodi, mos gaboj 2000 ose 2003, kur është vendosur kodi 999, janë të pamundur të gjehen në territor. Janë njerëz që nuk vinë në Shqipëri, nuk kontaktojnë kurrë me autoritetet shqiptare.
Por janë regjistra. Një pjesë për tyre për fatkeq mund të mos jetojnë më. Por janë regjistra, se askush nuk i ka çregjistru. Tani fakti që drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile nuk i çregjistron këta, tregon soliditetin e regjistrit dhe soliditetin e procedurës. Do të thotë që gjërat bëhen me rregull dhe nuk janë të frikshme. Sepse po ti çregjistronte, do kishte drejt zotëria ta ankohej. Dhe ne dim këtë prej kohësh që ekziston ky fenomen. Dhe ne kemi dhe mekanizmin që e korrigjon gjën. Dhe e bukur është që aktori i këtij mekanizmi janë prap kryetarët e bashkisë të këtyre dhe të komunave të këtyre. Pra nuk jemi përpara komploteve, zoti Fevziu. Jemi përpara që një procedure që zoti Klosi e një siç një dhëmbë të veta. Është përpara pafësisht. Por nuk do t'ja thotë shqiptarëve se intereson të trëmbë me 80.099 apo 999 që sigurisht qeveria ka pas një detyrë të njoftojë njerëzit pa pasaportë. Një sekond, lutem, më mbarova. 3 fjalë. Edhe 1 minutë, jo s'ka. Jam fal zoti Islam. Qeveria ka pas një detyrë mbas atij vendimit që tha me bëm së bashku, të njoftonte njerëzit kush janë pa pasaportë. Vetëm nga një kontroll fare i vogël që bën sot pjesë e stafit Partisë Socialiste. Po se bën dot atë kontroll. Ka 2200 veta që nuk janë njoftuar në Berat. Në gjithë o zotri. Po nuk e bën dot atë kontroll, se kontrolli çdo të thotë, do të thotë të shkosh, puqësh autoritetet me individu. Ti puqësh. 2200 veta vetëm në Berat. Nuk janë njoftuar, s'kan pasaportë, s'janë njoftuar. Si ta bëni këtë proces? Ore, nuk është ky kontrolli jot o zotri. Kontrolli jot është që mbasi të mbledhësh informacionin ta denoncosh. Ta denoncosh pra për këtë punë jam duke denoncuar. Informacioni do të thotë të dezinformosh. Zotri, unë mendoj që i gjithë procesi ka ngelur një gërç pa parë. O Blendi, sinqerisht domethënë një nga arsyet që unë zvi në këtë emision që unë nuk di të marr fjalën me forcë se të ndërpres fjalën tjetër. Ta dhash fjalën. Sinqerisht më ndodhem pozitë vështirë. Ne nuk akuzuam për manipulim deri tani, domethënë megjithëse kemi disa dyshime, por nuk duam të shkojmë në këtë fazë. Domethënë për një mentalitet manipulimi, tham që cilat janë dyshimet? Domethënë, jo, thash nuk tham deri tani tham që kemi disa dyshime. Kemi disa vlerësime tona që na çojnë tek ideja që vonesat që kanë ardhur janë për shkak të pafësisë. Çfarë vonesash? Regjistri themeltar duhet dilte në një datë caktuar, s'ka dalë. Duhet fillonte procesi i regjistrit të votuesve para prak, nuk është bërë. Tham që dham konsensusin për kartat e identitetit që do votohet edhe me pasaportë dhe me kartë identiteti. Nuk erdhi gjithë programi, pra nuk kishte një program të qartë që të realizonte në radhë të parë këta që s'kan pasaportë dhe pastaj të merren me pjesën tjetër. Tham që duhet fillonte procesi në të gjithë vendin në datën 1 janar për kartat e identitetit. Të 400 njësitë, disa të lëvizshme, disa të palëvizshme duhet fillojnë me 1 janar. Sot nuk kanë filluar akoma në gjithë vendin, janë vetëm në 3 qarqe. Filluan fillimisht në Tiranë e kështu me radhë. Pra ka vonesa dhe unë besoj që kodi kur është hartuar dhe prandaj dhe e vlerësojmë kodin të 2 palët, edhe afatet janë përcaktuar në mënyrë shumë të qartë, në mënyrë që të mos krijohet asnjë problem në këtë fazën para përgatitore. Dhe nëse fillojnë dhe thyen afatet, atëherë kjo do të ketë impakt në gjithë pjesën tjetër të procesit dhe kjo krijon këtë lloj mosbesimi. Pra jemi në fazën e parë ku ne evidentojmë që dhe ka vonesa, por më tepër ka një mungesë transparencë. Kush është transparenca që paftësi apo e qëllimshme? Është çështje paftësie apo e qëllimshme? Deri tani unë nuk fola sepse nuk doja të bëra atë që të bëri zoti Rusmani, domethënë filloj ta kaloj djallin nga ana jon, me fjalë. Deri tani jemi në fazën. Unë jam duke ataku procesin, unë kam besim të plot tek procesi. Vjen keq. Jo, një minutë. Ne tani kemi ngritur disa shqetësime. Kush janë shqetësimet? S'ka filluar në afat çështjet. E dyta, ju ngritëm një shqetësim, bile bëm dhe një draft, u mirë kuptua nga qeveria, u bë drafti që të fillojnë në mënyrë ekskluzive për kartat e identitetit dhe tha që ky proces do filloj dhe do të filloj me bazën e të dhënave të gjithë shqiptarëve që nuk kanë pasaportë, ose më saktë që kanë pasaportë dhe nga database dilet kush nuk ka pasaportë. Dhe thanë që Ministria e Brendshme ka një database të besueshëm. E besuam këtë gjë, e morëm databasin dhe na rezultoi kur shkuan njerëzit e para nuk janë publikuar njëherë këto listat e qytetarëve që nuk kanë pasaportë. Dhe kjo është një vonesë tjetër. E pam në disa vende, unë nuk po rrit tani të them që në sa vende dhe se sa mira janë, sepse nuk më lejohet të gënjej në këtë. Me fjalë, dhe ka shumë njerëz që nuk e kanë. Pra, tregon që ky database,
Domethënë nuk është i besueshëm siç duhet ishte. Mirë po, të gjithë këto element bëjnë që procesi, përveç vonesave, të fillojë të ketë shqetësime të tilla që rrisin mosbesimin. Pra jemi në fazën dhe ne besojmë që kjo e gjitha është çështje e paaftësisë ose tjetra. Me të drejtë tha që si mund të pastrohet. Ka dy mënyra për ta pastruar databasin. Ka një mënyrë që jepet një udhëzim dhe çdo qytetar i lajmërohet që ka emrin 2 herë, shkon në gjendjen civile dhe pranon që e fundit kush është dhe bën regjistrimin tek vendi ku duhet largohet dhe vjen tek tjetri, se po futem gjëra shumë teknike, dhe pastaj këto futen në sistem dhe databasi qendror që ka softwarein eliminon duplicitetin. Kurse ka dhe një mënyrë tjetër që është bërë, sepse ndodhi, çfarë procesi ndodhi? Ndodhi që duhet ndilte projekt vendimi që do vinë parlament për ndarjen e mandateve dhe u bllokua 4 ditë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pse? Sepse nuk ishte thënë fjala që u tha sot, që u pastrua. Dhe u la minutën e fundit, bile me vonesë 3 ditë. Dhe kjo në mungesë të një udhëzimi, thotë që është udhëzimi. Çfarë problemi kishte nëse ne një javë më para kishim udhëzimin, shikonim udhëzimin, bashkëpunonim po të kishim në komisionin ato akoma më tepër rritej transparenca. Pra ne kemi kërkuar dalemi në çështjen. Ky është një debat shumë i arsyeshëm. Po më pëlqen që flasim në këtë linjë. Pra, domethënë ta mbyll dhe unë dhe do flis. Ka dyshime, do ishte udhëz dhe ti përpiqemi të sqarojmë ato dyshime. Po, domethënë ne në këtë fazë kemi shqetësime, domethënë për procesin. Dhe kemi qenë gjatë gjithë kohës. Unë kam qenë me zotin Rusmali që kam marrë pjesë edhe në hartimin. Dhe fjalia i parë që i kam thënë zotit Rusmali, kur kemi filluar reformën dhe kemi rënë të dytë, dakor, kemi thënë, ne jemi të dy ekspert. Ne nuk kemi ndërmend t'ia hedhim njëri tjetrit as në mënyrë individuale as politike. Dhe që nga një moment kemi krijuar një besim për të kryer një reformë që është në interes të vendit, në interes të qytetarëve dhe natyrisht u arrit aty ku arrit. Tani shikojmë që nuk kemi ne ose nuk janë ca nga ne dhe shikojmë që ka shqetësime. Dhe këto shqetësime janë të nivelit të tillë që fillojnë rrisin mosbesimin. Dhe në këtë fazë ne besojmë, unë të paktën besoj personalisht, që është çështje inkapaciteti. Po të fillojmë ta shtyjmë, mund ta shtyjmë dhe të qëllimshme të fillojmë të ndërtojmë, por nuk duam të ndërtojmë këtë lloj mendimi dhe skenari, sepse e para nuk është mirë për qytetarët dhe nuk është mirë për besimin reciprok që duhet të ndërtojmë në proces me njëri tjetrin. Pse nuk është çështje inkapaciteti, pse nuk është e qëllimshme, pse nuk vjen nga pakëdhësia? Gjithçka që tha zoti Islami është procedurë e parashikuar në kod, e cila fillon sot dhe mbaron mos gaboj 30 ditë. 30 ditë para fatit. Kjo është procedurë. Ajo tha zoti Islami. Do thotë procesi fillon tani dhe bëhet bashkarisht. Pra do të thotë që deri tani nuk është se i kemi fshehur. Deri tani janë heq ato duplikate që kanë qenë të evidentume. 5.000 brenda njësisë, se kanë qenë njerëzit me 2 adresa, dhe 45.000 jashtë njësisë, të evidentume. Çfarë është tjetër që ka emrin e përafërt dhe datëlindjen e njëjtë, që ka emrin e njëjtë po datëlindjen e ndryshme, janë gjëra që nuk hiqen nga qendra. Nuk hiqen dot nga qendra. Do të hiqen duke u verifikuar në vend. Dhe verifikimin në vend nuk e bëjmë ne. E bën pushteti lokal që është i këtyre dhe i yni. Prandaj nuk ka keqdashje procesi. Prandaj duhet marrë me mirë besim procesi. Afatet, nëse ka mundësi, deri sipas kodit zgjedhor, që e njihni fare mirë, deri në fund shkurtit, pushteti vendor duhet të kryejë përditësimin e listave zgjedhore që sot ose nesër, sot i ka marrë ose do t'i marrë nesër, e sqarova që prefektët do shpërndajnë në prefekturat e tyre bashkë me udhëzimin se si procedohet. Kjo është një çështje e mbyllur që nuk ja blen diskutohet dhe nuk besoj se Partia Socialiste mbas saj mund të ketë më një dyshim legjitim në këtë çështje. Ka një shqetësim, që ka qenë shqetësimi i përbashkët, për zgjidhjen e cilit është arritur një konsensus përmes përcaktimit lart të njoftimit, kartës, siç quhet gjuhën popullore, si dokument për të identifikuar ata që nuk kanë pasaporta. Dhe këtu ne po përpiqemi edhe me mirëkuptimin e opozitës që të gjejmë një zgjidhje në mënyrë që t'i pajisim ato prioritarisht krahas të tjerëve. Natyrisht nuk mund binin dakord me variantin që vetëm 727.000 do pajiseshin me letër njoftime dhe gjithë të tjerët do pajiseshin mbas fundit qershorit, sepse kapaciteti i kompanisë, i koncesionarit dhe i zyrave të gjendjes civile, në bashki, është i tillë që ne të mund shkojmë deri mbi 2 milion letër njoftime, pa folur për pasaportat, cilat normalisht do fillojnë më vonë për se letër njoftimet, ndoshta nga marsi ose nga prilli, po pritet të bijem dakord me koncesionarin për këtë. Dhe ky grup
prej 727.000 vetash është identifikuar, në qoftë se ka në Berat apo në Durrës apo në Lezhë ka emra që ju i gjykoni me të drejtë ose pa drejtë që mungojnë apo janë shtuar, duhet e para të verifikohet me bashkinë dhe e dyta të shkohet te gjendja civile dhe fare kollaj në kompjuter mund t'ju jepet një përgjigje për këtë. Është më e udhëtë se sa të vish këtu me një letër përpara, format A4 dhe të pretendosh shifra që sot për sot askush nga ne nuk mund të japi përgjigje. Ka një rregull se si bëhet kjo dhe bashkitë të majtë ose djatha bashkëpunojnë fare mirë me Ministrinë e Brendshme për të zgjitur probleme nëse këto vërtet ekzistojnë. Unë nuk mendoj që ato ekzistojnë për gjithë informacionin që kam, sepse kemi vërtet për herë të parë, e them, edhe është shumë e rëndësishme ta them e ta kuptojmë, që është një benefit i jashtëzakonshëm për shtetin, një regjistër kombëtar të gjendje civile unik dhe të kompjuterizuar. Dhe është shumë vështirë të ketë gjëra të tilla sepse çdo shtetas për herë të parë ka një numër unik me cilin përveç të drejtës për të votuar do ketë shumë përfitime të sigurimeve sociale, sigurimeve shëndetësore, të biznesit, të tatimeve. Domethënë është revolucionarizuese për gjithë makinerinë shtetërore. Sot jemi për të folur për zgjedhje dhe për këtë grup kemi përcaktuar e para që do jetë prioritar, e dyta që shtrëngesat të cilat janë pa evitueshme për të arritur sukseset dhe qëllimet e përbashkëta janë patjetër, pra unë sapo thash që këta janë prioritar. Gjithmonë ne do bëjmë çmos që këta të vinë në stacionet e aplikimit dhe ne i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që nga dita parë që kur kryeministri vajti në një stacion aplikimi afër spitalit bëri thirrje për të tërë që të fillojnë dhe të aplikojnë. Dhe kuptohet që 4 milion shqiptarë kishin pritur mund të krijuar dhe radha. Ju e përdoret të përthën kaos. Jo, nuk e tham asnjë kaos. Ne jemi ajo që ka qenë jo e përshtatshme për ju mbasi kemi debatuar në parlament dhe unë ju kam thënë që duke folur vetëm për kaos, për një radhë që mund të ketë në një moment edhe një rrëmuj dhe filmohet si e tillë, është e dëmshme për Partinë Socialiste, sepse te kur rajoni zgjedhjet situat. Dhe doli përfaqësuesi juaj tha, ne i bëjmë thirrje të gjithë atyre që duan të largojnë Berishën nga pushteti shkojnë marrin letër njoftimet. Domethënë është mungesë sensi i shtetit. Domethënë ky është një proces për të tërë, nuk është për një parti të veçantë. Dhe është një proces i jashtëzakonshëm. Kuptohet propaganda. Megjithatë, këta të 727 ne kemi rënë dakord për mënyrën se si do procedojmë. Ajo që do thoja unë është që ne besojmë që jo vetëm këta do pajisen me letër njoftime, por një numër që për kapacitetet që ka koncesionari franko-amerikan mund shkojë deri afër 2 milion. Ky është parashikimi. Megjithatë duhet ndjekim procesin hapasap. Spotet publicitare rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë ballavaqim të fokusuar tek zgjedhjet, pra Shqipëria dhe zgjedhjet, një prej evenimenteve më të rëndësishme politike po dhe shoqërore të Shqipërisë që do të kulmojë, pra që do të marrë një zgjedhje në 28 qershor të këtij viti. Pjesën e parë kemi folur për infrastrukturën zgjedhore, doja që në këtë pjesë të fokusoheshim tek ajo që unë evidentova që në fillim dhe që ishte përgatitur ishte e përmbledhur në një material filmik para prak që lidhet me kaosin e sondazheve, me kaosin që nis të hënën dhe të martën, kur fillimisht Instituti Ganibobi i Prishtinës, një prej instituteve që ka kryer sondazhi për vitin 2005 Shqipëri dhe pas Zogby International, por dhe Lëvizja Socialiste për Integrim përmes një strukture të saj kanë deklaruar 3 sondazhe të cilët kanë mos përputhje në rezultatet midis tyre. Sa ndikojnë në të vërtetë sondazhet paraprake, për sondazhet e deklaruar paraprake në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, a ndiktojnë ato tek votuesit dhe e drejtojnë ose e kanalizojnë votën e tyre. Le të ndjekim rezultatin paraprak nga votimi me SMS në numrin e telefonit që keni të afishuar në ekran, si është deri tani, sa mendojnë, pra sa përqind mendojnë. 51% mendojnë që po e influencon, 49% mendojnë që jo, nuk e influencon. Zoti Islami, doja t'ju pyesja konkretisht, ka pasur një kaos sondazhesh, ka qenë një sondazh i Ganibobit, i cili nxirrte Partinë Demokratike një avantazh prej 12 pikësh ndaj Partisë Socialiste, ka pasur një sondazh të Zogby International i cili nxirte Partinë Socialiste 7 pikë në avantazh ndaj Partisë Demokratike. Të dyja sondazhet duket sikur përputhen, ka një diferencë po jo shumë ndjeshme në lidhje me partinë e tretë që është Lëvizja Socialiste për Integrim. A ju besoni sondazheve ju personalisht dhe cilin nga këta dy do të merrnit si më të mirë qenë? Dhe ashtu pse? Tani me sa duket duhet bërë një sondazh sa i mirë është ai sondazhi që ke bërë ti aty në emision me fjalë, për të parë dhe për të vazhduar të përgjigjej kësaj pyetje. Unë kam ndjek disa fushata jashtë shtetit dhe çështja e sondazheve është bërë pjesë e fushatave elektorale. Prej sa vitesh në botë funksionojnë sondazhet? Po, në mënyrë intensive, këto 10 vitet e fundit janë bërë, por sidomos fushatat e fundit, sondazhet janë bërë shumë prezente në, jo vetëm për çështjet e zgjedhjeve, por edhe për shumë çështje tjera, por në mënyrë të veçantë për zgjedhjet, për shembull në rastin e fushatës elektorale në Francë ose në rastin e
fushatës elektorale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por atë të Francës që e kam ndjekur pothuajse në mënyrë të përditshme, ka pasur debate, i njëjti debat që bëhet këtu se sa të vërteta dhe e njëjta pyetje sa realiste janë. Dhe sa janë ato sondim opinioni dhe sa janë ato dikim opinioni. Dhe mbrëm për ta parë ndoshta edhe me të shkruar këtë gjë, u futa në internet dhe pash që çfarë quhen sondazhe, çfarë quhen sondazhe opinioni, si ndërtohet kampioni e kështu me radhë. Dhe ishin të dy efektet. Thotë kryesisht janë ndërtuar për sondim në opinionit, por shpesh herë ata dhe kanë ndikim në elektoratin gjatë zgjedhjeve. Sondazhet paraprake. Sondazhet paraprake. Por duhet të kemi parasysh një gjë. Sondazhet paraprake janë një fotografim i situatës në një moment caktuar. Dhe mundet të rezultojë që ato të përputhen në dinamikë dhe me rezultatin përfundimtar, por mundet dhe ato të mos përputhet për shkak të dinamikës dhe për shkak se elektorati në një moment caktuar, për shembull ishin rastet e zgjedhjeve në Spanjë, ndodhi një incident i madh dhe të gjithë sondazhet domethënë ndështuan. Dhe këtu nuk shtrohet problemi, domethënë sa me reputacion janë kompanitë apo sa të besueshme janë sondazhet. Shpeshherë sondazhet varen nga kampioni, por në përgjithësi këta kanë një metodologji të përpunuar, pra do ishte qesharake nga ne të fillojmë diskutojmë metodologjinë e këtyre që merren me sondazhet, sepse ata janë kompani serioze, në përgjithësi domethënë. E dyta, varet shumë nga pyetjet, varet shumë nga distanca ndaj zgjedhjeve, dhe praktikisht unë nuk do më pëlqente të quaja fjalën kaos në rastin sepse Shqipëria është hera e parë ndoshta që mund të ndeshet dhe mund të ketë dhe kompani tjera që mund vinë. Domethënë këtu kemi fotografimin e situatës me parametra dhe me aparatura të ndryshme, me metodologji ndoshta të përafërta dhe nuk është kjo e rëndësishme për shqiptarët dhe të krijojmë idenë që krahas domethënë atij procesi që mund të ketë probleme që lidhen me zgjedhjet që diskutuam në pyetjen e parë, tani pas ka edhe një kaos tjetër që i shtohet për t'i shqetësuar shqiptarët. Shqiptarët duhet mësohen që mund të ketë fotografime nga kënde të ndryshme. Me kaq diferenca të ndryshme? Tani unë nuk do futem t'i bëj interpretimin, analizin këtyre, domethënë aty duhem parë kush është në disa këto sondazhe, kush është e përgjithshme dhe kush i intereson më shumë qytetarëve. Në këtë fazë qytetarëve nuk i intereson aq shumë, do thoja unë, dhe nuk më pret mendje se do ketë ndonjë ndikim shumë të madh se kush është e para me kaq apo me aq pikë, po të kemi parasysh dhe gabimin, sepse në njërin sondazh ka rreth 19% plus 4 që nuk janë të pavendosur, rreth 23% që nuk janë përcaktuar, ndërkohë që te tjetri kjo shifër nuk ekziston, pra është, si thosh, e gjithë torta është ndarë, kështu që këtu mund të diskutohet lidhur me saktësinë dhe me mënyrën se si është parë nga njëri. Ka në një sondazh, domethënë ajo që i intereson qytetarëve, rreth 66% e qytetarëve janë shumë të shqetësuar për problemet e tyre. Janë të shqetësuar për papunësinë, janë të shqetësuar për varfërinë, janë të shqetësuar për korrupsionin që lidhet me nivelin e tyre të jetës, janë të shqetësuar për ekonominë. Dhe ky është një numër që është vështirësisht i kontestueshëm dhe ky është një numër që kjo është një gjë që qytetarët e shprehen shumë qartësisht. Ka dhe një gjë tjetër për rastin e Shqipërisë, meqense nuk janë mësuar me sondazhe, ndoshta dhe gabimi është pak më i lartë se sa në vendet e tjera, për shkak se ndërtimi i kampionit vjen pasi ti të kesh një sensus shumë të saktë, çfarë do të thotë që të kesh një ndarje popullsisë sipas sekseve, sipas moshave, sipas gjendjes ekonomike, fshatit, shkollimit e kështu me radhë, dhe meqense kjo mungon, kampioni është shumë vështirë të ndërtohet. Nuk them që këta se kanë ndërtuar mirë, por është vështirë për shkak të këtij bazës dhënës. Dhe e dyta, shqiptarët në përgjithësi, për arsye nga më të ndryshmet, edhe për shkak të kulturës demokratike, shpeshherë ose nuk pranojnë përgjigjen, ose përgjigjen domethënë me një përgjigje që mund të mos jetë krejtësisht ajo që mendojnë. Kështu që kjo rrit dhe gabimin e këtyre sondazhe. Por kjo nuk është e rëndësishme. Rëndësishme është që për çështjet që nuk janë politike, thjesht politike, shpeshherë ata shprehen në mënyrë më të qartë dhe natyrisht sondazhi është një element që fotografon një perceptim të caktuar në një moment të caktuar. Që është mobil dhe që është mobil, dinamik dhe në fundit është elektorati që ditën e zgjedhjeve vendos duke patur parasysh dhe një dinamik të fushatave elektorale. Zotëri Osmanli? Në qoftë se neve marrim dhe krahasojmë modelin tonë të sondazheve me modelin me që e kemi më të fresktin amerikan të sondazheve, ndoshta dhe më shumë perceptimi publik të këtyre modeleve, ndoshta do të shkojmë automatikisht ke konkluzioni që sondazhet në Amerikë janë instrument i rëndësishëm për kolaudimin e platformave të fushatave elektorale.
i shërbejnë shtabeve elektorale, që ato të adresojnë më mirë çështjet më të përmirësuar ato çështje që janë protestuara, po. Në qoftë se shohim sondazhet gjitha, pa bërë dallimin midis tyre, sondazhet në Shqipëri do të vëmë re fenomenin, efektin propagandistik të tyre. Domethënë, të paktën çfarë është publikisht perceptim publik. Unë nuk i kam parë me vëmendje këto sondazhet, por përgjithsisht sondazhet shkojnë nga 10 pyetje deri në 100 pyetje. Të dy sondazhet me sa di unë kanë rreth 200 pyetje. Ashtu. Rrotull 200. Nga 200 pyetje, nga 200 të dhënat mundshme që mund të përftojnë shtabet politike, publikut janë hedhur dy tabela. Kush do të fitojë zgjedhjet dhe ato edhe të pasigurta. Do më thonë, shfrytëzohen masivisht për impaktin mediatik, për efektin propagandistik të tyre, pompohen, shumë fishohen, me qëllim që të mund të përfitohet nga të gjitha palët diçka më shumë nga efekti propagandistik. Gjë që në fakt cënon sondazhin si në thelbin e vetë. Në thelbin e vetë si instrument i kolaudimit të politikave. Por unë besoj që shtatmadhëritë e partive tona janë të qarta për këtë gjë. Do të thotë, një gjë është ajo që jepet si konsum publik. Një gjë është ajo që media amplifikon, dhe një gjë tjetër është analiza që bëhet në shtatmadhëritë e partive politike. Çfarë më thon kjo? Besoj që në nivelet e larta politike analizohen më mirë dhe me shumë vëmendje elemente të tjerë të sondazheve, jo elementi propagandistik, bombastik, kush fiton zgjedhjet. Për shembull, ç'keni analizuar ju nga këto sondazhe? Unë po bëj interpretimin tim të sondazhit, mos më fut brenda shtatmadhërive se s'm pëlqen të rri aty. Por unë kam përshtypjen që nëse një vëzhguesi politikës don të orientohet në kushtet e Shqipërisë, nuk duhet marri 100% atë që është efekt mediatik propagandistik i sondazhit si të mirë qenë, por duhet analizoj edhe sinjale tjera politike. Ndoshta mund të futem unë tani nga pozicionet e barikadës time. Vini re, sondazhet kanë qenë të ndryshme, kanë dhënë të dhëna të ndryshme, ndërkohë që lëvizjet shoqëruese politike kanë treguar gjëra të tjera. Unë pretendoj, zotërit mund të ma përgënjeshtrojnë me një herë janë krejtësisht në drejtën e tyre. Këto ditë më kanë vënë re në kampin e opozitës nervozizëm. Nervozizëm të qartë në linja politike. Jo vetëm kaq. Kam vënë re për shembull sot, dhe s'mund më iki pa u thënë, një kohezion më të madh në kampin e majorancës. Kemi sot partinë e zotit Ceka që deklaron, me vendosmëri, bashkimin e saj me koalicionin. Ky është sinjal politik që kundërshton të gjithë ata që mendojnë që sondazhi nxjerr fitues PS. Sepse, po themi një general i vjetër i politikës, edhe pse lexon sondazhin e PS-s dhe sondazhin e PD-s, e di ku rre peshorja dhe vendos të bëjë një marrëveshje të rëndësishme politike për 4 vjetët që vinë. Ky është sinjal politik që duhet marrë në kontekstin e sondazheve, duhet tregoj pak atë që është tendencë. Pjesa tjetër është debat, është propagandë, është zënk, po doni ju, është zënk që mund të influencojë, por mund mos të influencojë opinionin publik. Sondazhi juaj, përveç që dëmton instrumentin e sondazhit tani. Mund të mos ta dëmtojë, sepse ata që dinë të lexojnë sondazhin e lexojnë edhe pa e bërë publike këtë. Sondazhi që ju dhat, besoj që dha ai ka marzhin e gabimit 3%, tregon që dhe shqiptarët vetë janë të ndarë nëse ndikon publikimi i sondazheve kush fiton zgjedhjet apo nuk ndikon. 51 me 49% është brenda marzhit gabimit, do të thotë që janë krejtësisht të ndarë. Tani unë mendoj që kjo puna sondazhe realisht mund na ketë vënë gjithë në një studim, në një hulumtim, një analizë më të qartë të problematikës dhe mënyrës se si ta bëjmë dhe fushatën vazhdim. Por mendoj që në fillim ne nuk duhet dojmë gabimin që krahasojmë Zogmin me Bobin. Pra, janë dy sondazhe të bëra nga dy institucione krejtësisht disniveluara nga njëra tjetër. Sondazhe nuk e bëj grabimin e krahasimit, por në faqen nuk dua ta bëj këtë dhe për ne. Dy sondazhet neve evitum ti krahasojmë. Po pra, ne nuk duam të krahasojmë mënyrën si bëhen sondazhet, realitetin e sondazheve. Nëse ka një gjë që realisht mund na ketë dhënë një ndjesi të çuditshme nga të dyja sondazhet, është se si ka mundësi që akoma pas ka 30% shqiptarëve që votojnë Sali Berishën. Dhe kjo është realisht për t'u habitur. Ne si Parti Socialiste dhe mendoj të gjithë opozitën shqiptare, meqense folët për nervozizmin, nuk mund të krahasojmë në asnjë rast mesazhin që vjen nga bashkimi dy partive
të mazhorancës, pasi zoti Ceka ka deklaruar prej kohësh që është mazhorancës, dhe asaj çfarë na vjen nga sondazhet që ne bëjmë për ditë në terren me realitetin shqiptar. Si parti po ja u themi qartë, ne i mbrojmë sondazhet, jemi shumë pranë mënyrës se si realizohen ato, bëjmë sondazhet tona, kemi bërë gjatë gjithë kohës sondazhet tona, kemi bërë dhe para se të afrojë fushatat zgjedhore sondazhet tona dhe padyshim mesazhet tona elektorale dhe gjithë politika që ne do të ndjekim deri ditën e votimit do të bazohet kryekput në atë çfarë kërkojnë shqiptarët, në mënyrën se çfarë ata janë të interesuar për të realizuar. Sondazhet përdorimit tuaj, jo për publikim. Po dhe ato që dalin në media. Padyshim ne do t'i vlerësojmë dhe i mirë presim nga do që të vinë ato sondazhe. Por padyshim ne nuk mund ngelemi në ato çfarë thon sondazhet, duke pasur për ditë kontakt me qytetarët. Ne nuk mund të presim që sondazhet tregojnë tjetër gjë nga ato çfarë tregojnë shqiptarët. Nuk mund të ketë sondazh në botë që ta mbulojë që mbi gërdecin është e gjithë qeveria. Nuk mund të ketë sondazh në botë që mos kuptojë që korrupsioni që ka përfshirë qeverinë e Sali Berishës nuk mund t'i afrojë atij as 30% që paraqesin sondazhet të marrë nga një kampion maksimal votuesush. Pra, ato çfarë realiteti paraqet, nuk mund të ketë sondazh në botë që të fshehë që prishet njal bëhen në shërbim të familjes kryeministrore. Nuk mund të ketë sondazh në botë që të mbulojë që ato çfarë ndodhen me çështjen Fazliç mos kenë lidhje dhe pastrim parash të pa imagjinueshme. Nuk mund të ketë sondazh në botë që mbulon varfërinë e tavolinës shqiptare. Nuk mund të ketë sondazh që i paraqitet opinionit publik shqiptar që mund të japë 30% për Sali Berishën. Kjo na shqetëson ne për sa i përket sondazheve. Sondazhet për ne janë të mirëpritura, ne i vlerësojmë, do të kërkojmë të vazhdojmë bëjmë sondazhe dhe padyshim ne, ashtu siç deri tani, besoj e keni ndjekur në të gjithë prezantimet tona publike, në të gjithë mesazhet tona politike. Nuk kemi thënë votojmë Partinë Socialiste, kemi thënë që ne votonin të majtën për të pasur mundësi që të realizojmë përmirësim të jetës qytetarëve, reduktim të varfërisë, një prosperitet tjetër të këtij vendi. Dhe padyshim nuk më vjen shumë habitem Partinë Socialiste për të majtën. Pra votoni ndryshimin, mos votoni emrat, mos votoni politikën. Dhe ajo çfarë do doja të them më shumë se kaq është si mund të jeni të kënaqur nga sondazhet, të cilat në të gjitha variantet, dhe një sondazh të bërë nga Qeveria Studentore, thot në faqen publike të sondazhet që ju mbrojeni, që është bërë nga Qeveria Studentore, e vetmja organizatë shoqërore në Shqipëri, që doli para presidentës dhe tha voto ligjin e lustracionit, një ligj i cili pa atakohet në mënyrë të gjerë nga gjithë shoqëritë, nga gjithë brenda dhe jashtë. Pra një sekondë, si mund të jeni të kënaqur, zoti Pollo, nga me gjithë bashkimin me partinë, këtu jam përfaqësuesi i Partisë Socialiste. Po patjetër, më nuk e mohon. Si mund të jeni të kënaqur nga sondazhet që me gjithë bashkohen gjithë partitë e djathta së bashku, nuk arrini dot 45%. Pra nuk arrini të keni 71 vota në parlament në ardhshëm. Pra, dhe vazhdoni të jetoni me historinë e manipulimit, vazhdoni të jetoni me mungesën e parasyshimit. Çështjen e manipulimit kam përshtypjen që zgjidhen. Dhe për herë të parë po zgjidhet, sepse unë besoj që zgjedhjet që do bëhen me qershor do jenë më të mira që janë bërë gjithmonë. Ajo çfarë del nga gjitha sondazhet, ju lutem, edhe një fjali. Ka kritikuar zgjedhjet e 26 majit. Këtë që kanë fjalinë e fundit. Ajo çfarë vazhdoni të shpresoni është një ndarje ndërmjet partive të majta. Ndërkohë ajo çfarë tregojnë sondazhet dhe ditëve të fundit është një qeverisje e plotë që mund të realizojë dhe partia është normale që përfaqësuesi i PS-s ta thotë këtë. Kjo është përfaqësues partie këtë do thoshte. Koalicioni që kërkon ndërtimin do të jetë i vetëm. Atëherë, ti kthehemi asaj që folëm në fillim. Ju keni kritikuar zgjedhjet e 26 majit dhe si Parti Socialiste keni qenë objekt i vazhdueshëm kritikash brenda dhe jashtë për zgjedhjet manipuluara. Dhe për gjithë ato sa ne folëm dhe për 95% ram dakord, zgjedhjet e qershorit të viti do jenë më të mirat, ne shpresojmë dhe besojmë, do jenë më të mirat që kemi realizuar. Dhe kjo është një arritje jo e paktë, ku merita për kodin zgjedhor është e përbashkët, për realizimin e infrastrukturës e tham përpara, është bërë për 4 vjet diçka që mund të bëjnë te ditët e ardhshme. Por nuk jemi dakord. Mund përsërisim këtu gjërat që besoj janë bërë bajate tani. Partia Socialiste bën 3 konferenca shtypin ditë, thot gjithmonë të njëjtat gjëra, i bën para dreke, mbas dreke, i bën te grupi, i bën te partia, i dëgjojmë edhe këtu tani, ndoshta po të merrem me këto dalim nga tema. Jemi te sondazhet. Po. Jemi te sondazhet. Është një diçka e re, relativisht e re, pati sondazhe edhe në 2005, pati kontestime ndaj atyre sondazhet. Në atë kohë nuk pati, kryesisht publikimet qenë ditët e fundit, ka filluar që 6 muaj para dhe do ketë po. Një sondazh apo një tjetër, sepse, domethënë, qofse dhe referohemi fushatës zgjedhore amerikane, të tëra sondazhet të bëra nga 10 kompanitë njohura, paka shumë konvergonin. Kishte plus minus 5% me sa e kam ndjekur. Një diferencë e tillë nuk është normale. Nëse është gabim teknik apo është manipulim, nuk po dua t'jap konkluzionin tim sepse nuk i njoh nga brenda kompanitë dhe materialin e tyre të brendshëm përveç atij që publikohet.
Por, kam përshtypjen që ka një mosbesim në opinionin publik, dhe ka arsye për të patur këtë, nëse ky është i bazuar apo jo, ka me atë që e bën sondazhin. Dhe nëse bie fjala një media afër partisë pushtet, afër PD-s, afër qeverisë, bie fjala, po them, Gazeta 55, do mbënë një sondazh i cili Partinë Demokratike do ta nxirrte 65% apo 70%, atëherë opinioni publik do mund të thoshte që shiko se këtu ka një përpjekje për të influencuar. Nëse një media porosit, e cila ka një linjë editoriale që nuk është miqësore me mazhorancën, porosit një sondazh, atëherë detyrimisht ka një lloj mosbesimi në këtë punë. Dhe nëse një media tjetër po ashtu e bën këtë njëjtën gjë, atëherë ne kemi këtë lloj, atëherë publiku ka këtë lloj perceptimi. Unë nuk po them tani duke ritheksuar çfarë thash më parë që ku është gabimi dhe pse janë këto divergjenca. Ka një përvojë nga, nuk po them që ajo e Gani Bobit është fikse, sepse jam 6 muaj para zgjedhjeve, diçka mund ndryshoj. Por në fundit ka një përvojë të një gjetje të saktë 4 vite më parë. Mund të vinë kompani tjera me emër prestigjioz, shkenca e sondazheve të opinionit nuk është një disiplinë eksakte, dhe kjo njihet jo vetëm në Shqipëri, edhe në... Ndikojnë rezultatet paraprake rezultatin zgjedhor? Do kemi shumë sondazhe, do kemi kakofoni sondazhesh, nuk kam përshtypjen, duket qartë, duket gjithmonë më shumë që po përpiqen për efekte propagandistike, nuk mendoj që janë ato që do influencojnë shumë opinioni publik dhe në fund votën e shqiptarëve. Interesante do jetë për sondazhe të bëra në mënyrë serioze të dimë se cilat janë shqetësimet kryesore dhe mund të jenë ekonomia, mund të jenë infrastruktura, mund të jetë furnizimi me korrent. Ka një konvergjim shqetësimet në të gjithë sondazhet. Dhe ku duhet dalim, ndoshta deri tani ky diskutim është relativisht teknik. Por nëse jemi përfaqësues partive politike, ne do diskutonim se çfarë i ofrojmë elektoratit në këtë fushatë dhe në zgjedhje në mënyrë që t'i japi secilës parti votën dhe me të t'i japi besimin. Dhe këtu besoj që fillon dallimi vërtet dhe fillon debati real, cilin ne nuk e kemi prekur akoma. Nuk e kemi prekur sepse nuk ka linja të qarta programatike. Mendoj që në 2005 ne patëm një program të qartë për ndryshimin, patëm program edhe detajuar për sektor të ndryshëm, dhe si PD dhe si koalicion, duke u bazuar në arritjet të cilat nuk po i numëroj siç bëri zoti Klosi kritikën e vetë propagandistike, dhe duke theksuar disa prioritete që kanë të bëjnë me infrastrukturën, me reformat e mëtejshme të ndërmarra në sektor të ndjeshëm social, me politikën ekonomike dhe me liberalizimin e mëtejshëm të saj, duhet meritojmë përsëri besimin e shqiptarëve. Kjo është diçka që ne duhet ta bëjmë në mënyrë detajuar, duke qenë më të qartë. Ajo që unë kam parë, unë kam theksuar edhe para se të kisha detyrën e këtë detyrë që kam, kur isha ministri i arsimit, që prisja të shikoja, në radh parë të Partia Socialiste, një përveç kritikës të përditshme, në mënyrë referene, të kishe një alternativë ndaj asaj që po bëhet në atë sektor të caktuar, dhe kjo mund të thuaj për çdo sektor tjetër. Për herë kam hapur gazetën Zëri i Popullit, kam dëgjuar konferencat e shtypit dhe këtë gjë nuk e kam gjetur. Pavarësisht se nga Edi Rama, mbas konsultimit një herë me ekspertët e Italisë, me Daleme dhe tjerë, pastaj me Gjerman, pastaj me Anglez thuaj që mbas një muaj, mbas 2 javësh, në Vjesht kam dëgjuar për Vjeshtën që kaloi që do vi. Më në fund lexova në gazetën Shekulli para një muaji që ne nuk e japim sepse na e merr mazhoranca. Dhe për ta bërë pak më qesharake këtë punë, kam dëgjuar LSI-n, kam dëgjuar Lëvizjen Socialiste për Integrim, i cili mbasi foli Edi Rama në Lezhë, ku shau bujqësinë, mbare mbrapa, nuk unë s'dëgjova në gjë, ndoshta më ka shpëtuar se çfarë do bëjmë ne më mirë, përveç Lugës Florin, por e shau mbare prap, tha LSI-ja, ky na ka marrë programin. Domethënë nuk mund të vjedhësh diçka që s'ekziston. Zoti Islami? Dhe nuk mund të vjedhësh diçka tjetër për pa gjë në xhep. Pra, këtu përveç kritikave, përveç denoncimeve të vazhdueshme, me fjalë boshe. Pra, ju thoni s'ka një alternativë konkrete që? Alternativë për të ofruar në të ndryshme nga kjo që ofron qeveria. E mirë e keq që do gjykohet. Dhe është konkrete, sepse ka të bëjë me arritje konkrete dhe të prekshme dhe me shpjegimin e qartë të tyre. Por nuk ka një alternativë dhe mbi këtë bazë pastaj sondazhet do kishin kuptim, sepse nga kjo temë nisa për të parë që nëse opozita e vë theksin në një temë caktuar sociale bie fjala, që do rrisim asistencë sociale, s'do ketë më varfëri. Dhe partia në pushtet thotë që do zhvillojnë biznesin se kështu do ulin varfërinë. Atëherë sondazhi do tregonte se cilit, duke u bazuar të shqetësimit që ka opinioni, cili do t'i jepte më shumë besimin. Ky do ishte një diskutim i arsyeshëm. Pra, edhe një herë tjetër, pa dashur ta kontradiktoj një herë
zotin Rusmali, po më tepër ta kontrastoj. Tha për panik, ne jemi shumë të qetë. Ne kemi gati një vit që bëjmë sondazhe dhe gjithë fushatet që kemi ndërtuar, edhe mesazhet dhe sondazhet që kemi ndërtuar mbi bazën e sondazheve të brendshme natyrisht, edhe këto dy sondazhe që janë bërë i kemi marrë në të gjitha dhe kemi ndërtuar punë. Jemi shumë të qetë. Ndërkohë që unë shikoj një panik që vjen nga majoranca, ndoshta zoti Rusmali tani nuk bën pjesë në të grupin e ngushtë të majorancës, panik që e shikoj edhe në detaje shumë të vogla që e vendosin Shqipërinë në një situatë shumë vështirë, siç ishte ajo e rastit Biberajt. E gjej zoti Biberaj, domethënë, dhe habiten gjithë ç'a ndodhi, sepse nuk u gjet një mënyrë elegante të paktën për ta hequr. Dhe domethënë del emri edhe u ndodhëm në pozitë vështirë të gjithë bashkë, s'kisha ndërmend mbrojtja zotin Biberaj, por domethënë tregon një panik. Vjen një tjetër, vjen delegacioni i Këshillit të Evropës, takohet dhe ndahen nga Shqipëria duke thënë që është hera e parë që Shqipëria domethënë sillet në këtë mënyrë. Pra shikojmë një tensionim, një panik që natyrisht është e shpjegueshme. Dy ministra kryesorë janë pa imunitet. Është e shpjegueshme. Dy ministra kryesorë janë pa imunitet. Televizioni amerikan flet për një çështje tjetër shumë të madhe korrupsioni. Çështja Fazliq fillon bëhet e medias, Gërdeci del në gjithë media ndërkombëtare. Pra për 15 ditë, me 15 mars, domethënë mbushet një vit kur majoranca është e zhytur në një sell probleme shumë të mëdha që trondisin jo vetëm opinionin publik shqiptar, por dhe ndërkombëtar, dhe kjo e bën atë në panik dhe shikoj që ka një tendencë për ta lexuar edhe atë pjesën që është publike, se shpresoj që do ta kenë edhe pjesën tjetër që s'është publike, për ta kundërshtuar dhe për thënë që Zogbi është Zogbi, unë nuk po flas fare për tjetrin, domethënë, sepse nuk vjen të them, pavarësisht se ku mund ta ketë shpallur atë sondazhin e saj, Zogbi është një kompani shumë serioze amerikane. Nuk vjen ajo këtu për të lënë reputacionin e saj në Shqipëri dhe për të humbur reputacionin e saj në Shqipëri. Zogbi është një kompani, unë vlerësoj dhe zotin Shkëlzen Maliqi, nuk më pret mendja që ai tani do bëj harakiri për të ndihmuar këtë, sepse nuk e ndihmon dot, për më tepër që shqiptarët nuk janë më naiv. Këtu ka, meqense zoti Pollo kërkoi alternativa do jetë në momentin e dur, ne jemi duke punuar, kemi zhvilluar një proces të qartë, domethënë, por duhet lexuar nga sondazhet. Ka 3 parametra dhe që këto lidhen këto parametra me këtë kontratë që kanë lidhur ata në Trekorrik. Kontrata ka qenë Partia Demokratike dhe e djathta në pushtet, ne në opozit. Kush janë? Problemi i parë, 66% mendojnë që është papunësia, 66% mendojnë që është varfëria, 66% mendojnë që është korrupsioni. Pra, para se të japim në alternativën, kanë lexuar një gjë tjetër për këtë qeveri. Dhe në momentin që të japim në alternativën, tani unë s'po rrit bëj analizë politike dhe them se çfarë do ndodhi, natyrisht që kjo ballans do të thellohet akoma më shumë. Megjithatë, kjo është pjesë e debatit që ne do e bëjmë gjatë gjithë fushatës dhe unë zoti futem kësaj. Por çfarë fotografojmë tani? Fotografojmë në këtë fazë, edhe sikur të jetë vërtet ajo që tha zoti Pollo, ne s'pas kemi program alternativ, 66% e popullsisë, pra edhe një pjesë e elektoratit të djathtë lexojnë që nuk janë mirë. Pra kjo është leximi që ne i bëjmë këtij, dhe kjo është më e rëndësishme të lexojmë në këtë moment, kurse pjesa tjetër s'ka nevojë për sondazh, se çfarë thot televizioni amerikan, çfarë thonë raportërët që kanë nxjerrë në faqen e internetit, e kështu me radhë, por s'po rrit i përmend të bëjmë këtu, domethënë, propagandë për korrupsionin e për tjetër. Sepse këto janë gjëra të thëna dhe s'ka nevojë të themi ne. Dhe ne nuk jemi fare në panik, jemi shumë të qetë. Jemi, edhe këto i kemi futur në atë kuadratin e analizës që bëjmë dhe përputhen shumë mirë me agjendën e veprimeve tona. Spotet publicitare përse dhe ju jap më herë fjalën për përgjigjen. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë pjesë të fundit të emisionit, kishit drejt në përgjigjes lidhur me sondazhet. Ndoshta mbi bazën e asaj që thanë kolegët nga Partia Socialiste, ndoshta do të bëja unë refleksionin tim, sepse është shumë interesant. Informacioni që Partia Socialiste bën në mënyrë të vazhdueshme sondazhe, i bëjmë dhe ne, po nuk bëjmë reklam për këtë punë. Dhe korrelacioni i këtij fakti me qëndrimin e tyre gjatë gjithë kësaj periudhe. Zoti Islami mund thotë është e drejtë atij që ai dhe partia e tij ndihen shumë të qetë. Ne evidentuam disa shenja nervozizmi dhe ne u bëm thirrje që të mos ta bëjnë këtë gjë se dëmtojnë procesin, sidomos në raport me administrimin e zgjedhjeve. Zoti kryeministri sapo përmendi një gjë që është shumë pikante, fakti që çirren në media se po u vidhet programi. Dhe kjo është shenjë nervozizmi.
Tjetër, që mund të them? Zoti Klosi që shfrytëzon temën e sondazheve për të bërë gjithë arsenalin e propagandës partijake, edhe pse në këtë ambient ku jemi neve nuk po tentohet bëhet propagandë. Edhe kjo është shenjë nervozizmi. Besoj se unë arri nga këto të kuptoj edhe se kush është rezultati i sondazheve që kanë ata, besoj dhe shpresoj që edhe shqiptarët e kuptojnë këtë gjë. Ajo që unë do thoja, dhe ndoshta mund ta rikthej pak çështjen ke fillimi sepse besoj që është shumë i rëndësishëm. Ne kemi një proces zgjedhor të cilin duhet ta nxjerrim pa njolla. Çdo lloj sondazhi që mund të bëjmë partitë nuk duhet ta prek procesin zgjedhor. Nuk duhet të bëj platformë politike, elektorale, fushate, goditjen e sistemit në zemrën e vet. Goditjen e zgjedhjeve, kontestimin e tyre. E kemi pasur këtë përvojë të hidhur, prandaj jam i detyruar të parlemëroj. Është mirë, ne si thosh kemi përgjegjësinë e menaxhimit dhe prandaj duhet ta bëjmë këtë thirrje në mënyrë të vazhdueshme dhe po përpiqemi ta menaxhojmë në mënyrë perfekte procesin. Është mirë që edhe nga opozita, në mënyrë të veçantë nga Partia Socialiste, nga leadershipi i saj, të ngrihet një ekip njerëzish që të çlirohet nga emocioni politik. Zoti Islami, Zoti Klosi dhe ca kolegë të tij. Zoti Islami është ekspert i sondazheve, t'i ndalohet të merret me sondazhet dhe të përqendrohet vetëm ke monitorimi, ke mbikëqyrja, ke menaxhimi i strukturës partijake për zgjedhjen. Ta bëjnë këtë për vendin, ta bëjnë këtë për procesin zgjedhor, ta bëjnë këtë për të mirën e shqiptarëve dhe do fitojnë shumë më tepër se sa që mund të fitonin individualisht. Sigurisht që këta njerëz kanë nevojë për garanci dhe është mirë që leadershipi t'i jap garancinë. Është mirë që Edi Rama t'i thotë, ndoshta jo publikisht, po t'i thotë aty në mbledhjet kryesisë. Islami, Klosi, Xhafa e kanë vendin e garantuar në listë. Janë njerëz do të jenë mbretërit e procesit, ata do të jenë baballarët e këtij, mos i ngatroni me fushatën. Jo nuk është ndoshta një sugjerim i mirë dhe produktiv për procesin, sepse realisht do të takoj me këtë rast do të takoj të citoj unë kryeministrin. Do të kërkoj dhe unë zotit Klosit t'ju sugjeroj ju diçka. Ja ta mbaroj, një fjali e kam. Të citoj kryeministrin siç tha sot. Është vendimtar procesi. Më shumë herë më shumë se sa rezultate. E themi gjithmonë këtë. Është mirë që edhe këta të marrin disa masa të brenda partijake dhe të çlirohen nga nervozizmi. Nuk i shërbejnë. Jepja një fjalë. Domethënë, me që besoj me zonin Rusmali, me që kemi bërë dhe reformës, s'ma pret mendja ta kishte diversionat për përcaktimin. Unë jam shumë i qetë, domethënë, personalisht. Jo, nuk them personalisht, unë e di që jeni njëri i ekuilibrum. Jo, personalisht për të qenë nuk kam asnjë problem për të qenë politik, domethënë, nuk bëj as atë që ka bërë Neritani me fjalë. Me që t'je ngrite në teori. Por unë merrem me gjithë çështjet e zgjedhore, pra nuk merrem vetëm me sondazhet dhe nuk kemi asnjë lloj paniku edhe për çështjen e tjera, qoftë administrimit, qoftë listave. E thash, kemi një shqetësim. Dhe shqetësimet i kemi ngritur në mënyrë të drejtë, një nga shqetësimet e pasaportave i ngritëm në mënyrë të drejtë, patëm bashkëpunim, u zgjidh me vendimin e Këshillit të Ministrave, por nuk është zgjidhur në praktikë. Shqetësimet zgjidhen nuk amplifikohen. Prandaj është mirë që të punojmë bashkë, mos amplifikojmë, mos dëmtojmë procesin. Domethënë, mos na marrin me vete sondazhet. Prandaj nuk rri qetë, domethënë se ne domethënë edhe këto sondazhe që kanë ardhur. Sondazhet tona tregojnë rezultat tjetër, prandaj jemi të qetë ne. Mirë, nuk më pretendoj se ti vetë që nuk jam shtat madhorime. Po sondazhet i qarkullojmë ne. Qartë. Kështu që, domethënë, e kam fjalën këtu që, domethënë, ne jemi shumë të qetë dhe paniku vjen nga konteksti që është krijuar qeverisjes tuaj, domethënë, është një kontekst, domethënë, nuk është gjë e lehtë që të kesh dy ministra pa imunitet. Jo, s'është konferencë shtypi. Jo, më shkruaj kontekstin. Një herë ke partia, një herë te grupi, gjithë atë gjëra absolutisht. Po i përdoret për kontekstin, nuk po merrem fare me këtë gjë. Pra ne ju jeni në panik, jeni të shqetësuar. Arritjet të reforma apo të rruga. Ka plot për të thënë, duke filluar nga regjistri që thash që na intereson tani. Ky është një kontekst që u vendos në panik. 4 muajt e fundit me këtë punë do merrem. Ka një vit që jeni në panik për shumë arsye. Kisha një koment për ato që tha zoti Rusmali. Panik, domethënë, kur hiqni Aleksandër Biber
Kastriari, në mënyrë më qesharake të mundshme dhe banale. Po, ty mbeti paniku, Kastriat, lutem. Panik se se kupton asnjëri. Me që se jemi të sondazhet le ti themi ca gjëra trosh. Ka mundësi që keni kërkuar të hapni një front betejë gjetk jashtë Shqipërisë, të eksportoni krizë jashtë Shqipërisë. Gabim absolutisht. Keni bërë tërheqje elitari me raporterët e Këshillit të Evropës derisa erdhën këtu. Kur erdhën këtu raporterët na vjen keq se që erdhën mbritëm këtë drejtë. A ka mundësi që të themet e politika ngritët disa çështje. Ç'a bëm ne? Në bazë të deklaratës së sekretarit përgjithshëm. Thanë që kemi këto shqetësime dhe është mirë që të vimi, thanë mirë se të vini. Thanë që është mirë që të angazhohet, ne do angazhojmë Këshillin e Komisionin e Venecias, i thamë angazhojeni. Ne nuk kemi probleme me sugjerimet e tyre. Ju ndjet nevojën që të bëni konferencë shtypi, që të jepni në dritë tjetër atë që përcollën raporterët e Këshillit të Evropës këtu. Ta them pse. Zoti Islami, një gjë juve nuk duhet ta mohoni. Një sekond, ja ta them edhe këtë. Një gjë ju nuk duhet ta mohoni. Kur janë kontestuar amendamentet kushtetuese nga partia tjetër e majtë shqiptare, e madhe, është mobilizu Komisioni Monitorimit ku jeni antar, ku janë dhe këta raporterë. Dhe ky komision monitorimi e çoi çështjen në Komisionin e Venecias. Dhe ne e mirëpritën. Nuk u shqetësuam. Nuk filluam të kapim njerëz poshtë përpjet dhe të bënim fushat kundër. Jo, dham shpjegimet me korrektesën më të madhe. Komisioni i Venecias certifikoi të gjitha amendamentet kushtetuese. Ne ishim bashkë në atë betejë dhe juve nuk e proklamoni. Tani e njëjta gjë do ndodh, zotëri. E njëjta procedurë rutinë po bëhet. Pse kërkoni ta paraqisni si kataklizm? Kur kjo është një gjë krejtësisht normale në bëhet. Pse keni këtë nevojë? Pse doni të thoni që Shqipëria është keq në Këshillin e Evropës? Nuk jemi keq. Nuk jemi keq. Jo pse jemi bashk aty në Këshillin e Evropës, por sepse realisht nuk ekzistojnë probleme. As me delegacionin dhe as me Këshillin e Evropës. Për ligjin e listrimit do t'jap vetëm 3 fakte. Ama se nuk... Jo, shërëshisht me përcaktuar. Jo me gjëse, për Komisionin e Venecias, po pra. Për Komisionin e Venecias, sepse lidhet me ligjin e listrimit. Zoti Berisha ka takuar sekretarin e shtetit Hillary Clinton. Zotërit kanë takuar zonjën Bakojanis, zotërit kanë takuar koraportërët e Këshillit të Evropës për çështjen e ligjit të lustrimit. Qëndrimi ka qenë, ne kemi vërejtje për përmbajtjen dhe kemi vërejtje që kjo nuk ka shkuar më parë. Është munduar të dizinformohet opinioni, duke thënë që ne do t'i marrim sepse do t'a implementojmë. Nuk jemi në fazën e implementimit. Jemi në fazën kur duhet të testohet apo të investigohet përmbajtja nga organizmat ndërkombëtar. Kjo gjë është kërkuar edhe në takimin me zonjën Clinton, kjo gjë është kërkuar edhe me zonjën Bakojanis, kjo gjë është kërkuar edhe nga raportorët që e keni sot në faqen e internetit të Këshillit të Evropës. Pra, ne nuk kemi dalë, ne kemi dalë të sqarojmë pozicionin që është deformuar nga zëdhënësit e qeverisë për këtë çështje. Kaq. Parë që po marrëvesh që Kastrioti ka qenë i pranishëm në takim me zonjën Clinton. Jo, s'kam qenë takim, jo. Bakojani përderisa referon me kaq vetë siguri për përmbajtjen e bisedimeve. Po, sepse që sa jam informuar, përsa unë jam informuar për to, del që kjo çështje ngrihet sepse lustrimi kudo ka sjell shqetësime. Qofsha unë i gabuar. Por lustrimi ngrihet se mund sjellë shqetësime abuzimi i tij. Por si në Amerikë. Mua vjen mirë ta mohosh ti, edhe ti s'ke qenë, mohoje ti këtë gjë, se unë jam shumë i kënaqur. Ta shohim pas disa ditësh se kush do ketë drejt, unë apo ti. Lustrimi, pra domethënë ndarja nga e kaluara komuniste, edhe nga SBA-ja dhe nga Bashkimi Evropian, konfirmohet si një qëllim legjitim. Dhe kjo është një çështje që i përket Shqipërisë në radhë parë, kjo është një çështje që do diskutohet me partnerët ndërkombëtar. Por në qoftë se kjo është një çështje për cilën ne bijem dakord, unë mendoj që Partia Socialiste është në pozitë vështirë që edhe të pranoj ndarjen nga regjimi komunist, edhe të kundërshtoj ligjin e lustrimit i cili realizon pikërisht këtë. Dhe kjo është themelorja në këtë mes. Na duhet apo nuk na duhet. Kjo është propagandë. Çdo ligj lustrimi duhet ta pranojmë, e kemi pranuar, sjell një kufizim të pjesshëm dhe të përkohshëm të drejtave. Je në konflikt. Dhe si i till mund
mund të ngjallë shqetësim abuzimi i tij. Nga komuniteti i demokracive. Meqense jemi në fund të emisionit dhe... Por nëse do të flasim për konflikte, ne do themi që ka patur një ligj 95-ën, i cili nëse sot do zbatohej, nuk do i lejonte Zotit Islamit kandidonte, nuk do lejonte Fatos Nanot kandidonte, nuk do lejonte Skënder Gjinushin kandidonte, nuk do lejonte Gramozushin. Nuk do ishte në 97 për atë gjë. Nuk do ishte drejt. Sepse zotërinë e fjalëve të tjerë kanë një kontribut në demokraci. Ky është ligj i cili është leveruar realiteteve të viti. Por akoma nuk është pastruar për shkak të atyre që u bën pas 97-s, struktura e lartë shtetërore nga njerëz të përzier me asgjë s'është bërë në 97. Me mëkatet e regjimit komunist. Dhe prandaj kjo është e nevojshme. Dhe është a ka mundësi të lutem se krejt e pakëndshme që partia kryesore e opozitës jo vetëm pretendon të jetë reformuar, por 2 vjet e këtej tenton të shesi politikën e re pikërisht në këtë çështje kruciale. Ku ndahet e shkuara totalitare me të tashme dhe tashme demokratike, ka i qëndrim refraktar dhe përpiqet jo të diskutoj thelbin e çështjes, po të marrë dhe të instrumentalizojë shqetësimin e kuptueshëm që mund të ketë në Strasburg apo jashtë. Ka një brez politik sot që ka një moshë caktuar që s'mund këtë pas asnjë lidhje me komunizmin dhe para viteve 90. Dhe mendoj që i përkasim atij brezi që kemi mundësi të themi që ka i ditë që do ndahemi nga komunizmi. Po, është e vërtet që ka i datë që do ndahemi nga periudha, mendoj padyshim kjo do të jetë data 28 qershor, ku përfundimisht gjithë shqiptarët do votojnë së bashku që të heqin Sali Berishën dhe gjithë politikën e tjetër, nga të heqin Sali Berishën si përfaqësuesin më të denj në politikë të ish sekretarëve politik. Por kjo mendoj që nuk është tema e sotme, do bëj Fevziu edhe shumë emisione të tjera. Ajo çfarë është tema e sotme? Ajo çfarë është tema e sotme është sondazhi në NATO dhe po integrohesh në BE. Një sekond, dakor. Në mes të rrugës pasi ka bërë ndash nga komunizmi. Kjo nuk është për të thënë publik. Kemi ardhur sot, kemi ardhur sot denoncohet nga që të flasim për sondazhet dhe për politikën që duhet bëjmë ngritur mbi këto sondazhe. Nëse ka sondazhe tani. Por sondazhe për po flasim, ajo është tema dhe me ato do e mbyllim. Nëse ka një njerëz që është shprehur dhe publikisht kundra sondazheve, ky është Sali Berisha, i cili vetëm para pak muajsh thotë që po të ishe për sondazhet unë do të isha në opozitë, sepse është e vërtet, nuk ka sondazh që ta nxjerrë Sali Berishën fetus. Ndarja e të majtës apo problemet e 2005-s sot i dhanë një shans atij njeriu që dhe për 4 vjet të keq qeverisi shqiptar. Por ju thatë një sekond pra, fol po për temën pra. Se si e ka ngritur politikën Partia Socialiste, mbështetur në sondazhet dhe politikën dhe programin qeveritar. Një sekond pra të lutem. Dhe e gjithë politika jon, padyshim, do të ngrihet në ato çfarë ka realizuar kjo qeverisje në këto 4 vjet dhe ke qeverisin e saj. Po pra, ju jeni vetëm negativist. Jeni negativist dhe bëni kritikat pafundme. Unë do të dëshiroja personalisht, kam insistuar 3 vjet e gjysmë për këtë, që krahas këtyre kritikave 180 gradë, 360 gradë, mitralimi total të qeverisë dhe punës saj, dhe pensionistët shqiptarë, edhe pensionistët, edhe studentët, edhe papunët, ajo çfarë ju thatë, një sekondë, se ngritet një problem, do të përgjigjem drejt për drejt. Një alternativë çfarë do bënin ndryshe. Dakor që ju kritikoni jeni të pak kënaqur me qeveria, është e kuptueshme. Po pyet për programin. Edhe po mos flisni kjo kuptohet. Ju kërkoj 30 sekonda kohë të flas për programin. Padyshim, programi i Partisë Socialiste është një program që kur paraqitet reformat që do ndërmarrim, qoftë në fushën e arsimit, nuk do të jenë reforma të ndërmarra nga 5 specialistë, nga 5 ekspertë, të cilët po punojnë, as shqiptar, as italian, as shqiptar, as grek, as francez aty, po janë një reforma të cilat janë pyetur për këto 40.000 arsimtarë të këtij vendi. Dhe padyshim, ato çfarë ju thatë në programin e Partisë Socialiste për arsimin dhe për gjithë fushat e tjera, ka një gjë të cilën ju nuk mund ta vjedhni dot, nuk mund ta vjedhni as ju, as partitë e tjera, dhe për këtë ne nuk kemi frikë se mund na vjedhë. Dhe ajo çfarë është e brendshme programit të Partisë Socialiste, është fuqia e ndryshimit, të cilën Sali Berisha dhe gjithë qeveria e tij nuk mund ta ketë, sepse është i ngarkuar dhe i krijuar në mënyrë të tillë koalicionin juaj i djathtë që s'mund të ketë ndryshim dhe shqiptarët nuk mund mendojnë në asnjë ditë që qeveria e Sali Berishës dhe shikoni nga gjitha sondazhet, fuqinë e ndryshimit që paraqet koalicioni i majt dhe lidershipi i Partisë Socialiste është e pamundur të mohohet nga gjithë sondazhet, nga gjithë neutral. Keni të sigurt që të supozojmë që një sekond, jemi vetëm 140 ditë para ndryshimit. Ju kërkova 30 sekonda si ka mbaruar. Jemi 140 ditë para ditës votimit. Kemi fuqinë e ndryshimit se si do ndryshoni nuk e thatë, sondazhet në vazhdim do tregojnë rënje me rënje. Ajo çfarë na habiti nga sondazhet, po ja u themi, ja u thash fillim, po ja u them më fund. Si ka mundësi që akoma ka 30% që votokan Sali Berishën?
por me sa duke të janë militantë. Po mirë, ju doni avash do vinë ta kuptojnë. Ju do doni që fitonit që për Edi Ramës votoj 99.9% elektoratit. Kjo është një dëshirë e kuptueshme, duke u nisur nga disa dhëna konkrete. 2 milion votues duan ndryshime. Dhe këtë ndryshim nuk mund ta paraqisi portretin shumë i lodhur i Partisë Demokratike dhe i Sali Berishës. Atëherë 100% do votojnë për Partinë Socialiste ish Partinë e Punës. Ajo që do thoja unë tani, kjo është i propagandë thënës tërthën unë. Kjo është problemi pra. Shqiptarët duan ndryshime. Ne bëhemi të lodhshëm për publik, pikërisht, për shqiptarët duan ndryshime dhe është një Shqipëri që po ndryshon për mirë, sepse le të marrim palën e tretë. Të marrim edhe një zyrtar të BE-s i cili të marrim një zyrtar të BE-s i cili për arsyet që unë shpjegova, apo ne i kuptojmë, shfaqi kritika për, ose shfaqi shqetësim për ligjin e lustracionit. Dhe tha që na ndodhi kjo, pikërisht kur duket që gjithçka po ecë mirë. Dhe ky është një kontrast i jashtëzakonshëm. Edhe e tha në një kontekst kritik, një kontekst shprehje shqetësimi. Gjithçka po ecën mirë, një ambasador i një vendi të caktuar e tha në një emision në një kanal televiziv, jo në TV Plan, që krahas asaj të gjitha reformat po ecën mirë, po për këtë kemi shqetësim. Për këtë kemi shqetësim. Unë për reformën, unë nëse do sillesh as juve, do filloja me të gjitha 1 2 3 4 5 dhe ti përsërisja ato. Këto një reformë që ne kemi reformuar. Nuk po e bëj atë enumeracion, ata që ju bëni për ditë me reformën drejtësisht. Unë po them reformën zgjedhore ka asnjë nëse merrni ilustracionin, i cili do diskutohet, do konsultohet, ka një proces kushtetues që ju e keni quar, por që për arsye të mentalitetit kuptueshëm të Evropës, për bën një shqetësim, ta lëm një moment se diskutojmë veçantë, edhe ky do zgjidhet sepse ndarja nga komunizmi duhet. Do apo do Partia Socialiste dhe Edi Rama për fat keq. Por ta marrim këtë si shqetësim, edhe ai zoti gjithçka po ecë mirë. Sepse i lidhesh progresin nga reformës. Lutem, reformës zgjedhore nuk mund të keni asnjë reformë zgjedhore. Zoti Klosi tha një gjë, një fjali në fillim dhe në fund të emisionit. Vazhdime çfarë them unë, komenton. Thuaj çka kemi thënë vetë. Do ta them 2 herë. Kur e tha herën e parë nuk është se ishte e mençur, ishte propagandë. E thën 2 herë nuk bëhet prapë e mençur, bëhet 2 herë propagandë. Zoti Klosi. Po sigurt që është dhe e mençur dhe propagandë. Zoti Klosi është propagandë, siç është propagandë edhe slogani juaj për ndryshimin. Një gjë nuk e përpallon dot ai slogan me logjikën normale. E thon gjithë sondazhet. Me logjikën normale njerëzore. Zoti Klosi. Vetëm shansi ju ka ngjerë. Zoti Klosi, ju po kërkoni ndryshimin. Në politikë, ndryshimi i ndryshimit është kthim mbrapa. Dhe nuk ka shqiptar që të të votoj ty pse kërkon të na kthesh mbrapa. Kështu që mos e pompo shumë, mos e amplifiko shumë, se në qorso ka këtë çon. Ne jemi të interesuar në radhë parë për gjithë të proces, që ishte edhe tema kryesore, domethënë që të jetë një proces, prandaj edhe kemi dhënë dhe kontributin kur u bë kodi që ky proces të ketë një bazë që shkodi dhe pastaj të zhvillohet, që të jetë një proces, kemi shqetësimet përkatëse që do mundohemi të paraqesim dhe të arrijmë që ato shqetësimet realizohen, kurse atë që tha Blendi, që Blendi është i shqetësuar dhe ndoshta nuk jam vlen të vazhdojmë debatin se s'ka dhe kohë që jo, po kemi dhe javë tjera. Qartë, na vjen keq që shqiptarët vazhdojnë 30% për Berishën, domethënë ai e ka parasysh që do ishte mirë që një nga këta të ri, domethënë të zëvendësonte Berishën, po jo. Domethënë, të i heqim votat Partisë Demokratike. Sondazhet tuaja jo tregojnë. Jo, e dhan të 2 sondazhe. E kanë sondazhet tuaja këtë? Të 2 sondazhe. Interesant bëkeni sondazhet të Partisë Socialiste për ne. Po nuk ka sondazh, nuk është punë sondazhesh, kjo është fakt historik. Që i fundit komunist që ka ngelur në qeverisë është Sali Berisha. Gjithë shokët e tij nga gjithë vendet e tjera të lindjes sot janë në shtëpi, në pension, ca janë dhe në burg, ca janë dhe në dhe. I fundit komunist që ka ngelur, i fundit komunist në drejtim, zoti Pollo, zoti Rusmali. Është shkencë, pak e komplikuar për të kuptuar nga gjithkush. Një koleg të shokut Sali Berisha që është në pushtet. Një të fundit komunist që ka ngelur në lindje. Në gjithë vendet historike të lindjes. Nuk ka më asnjëri, janë gjithë on pension, on burg, on dhe. I vetmi komunist që ka ngelur, është shoku Sali Berisha. Atëre s'po e zgjasmë, duke uruar natën e mirë dhe mirupafshim. Regjia le ta afishoj sondazhin përfundimtar lidhur me influencën e sondazheve në fushatën elektorale në rezultatin e zgjedhjeve. Natën e mirë dhe mirupafshim, do rishihemi sërish të hënën në mbrëmje.